për më shteje jetën e bura. Së dy syt mi kanë vërbu e moj, ka qurelat e tu. Kur kemi qenë në Helsinki, na boni përshtypje sepse aty kishte klube që vënin bast. Cila këngë fiton. Kënga ime ishte rrësuar në vend parë, tarkohen, në vend dytë. Fjala është industri që fiton diçka, janë crawl down tan ata që janë vu parë për mua. Janë crawl down e ka fituar që ai në bazë të marrëdhënieve që ka pas me diellin, ka krijuar edhe modin. Për shembull Malsia. Ti doli dielli. Pse kënon burri? Pse? Se nuk qanë dot. Kino te kënso, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kino te kënso, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotek në Sol. Super energjie sot e gon, ë? Po vin festat, po vin Krishtlindjet, po vin viti i ri. Jo, në fakt ne kemi me personazhin që na ka ardhur në studio se i thon një shprehje shkodrane ose njihet në gjithë Shqipërinë, kur je shkodran Tana i ban edhe në fakt Ja, nuk thuhet kështu. Thuhet kështu si ta them unë, me kanë shkodran Tana i ban. Okej, po mirë, unë nuk di ta bëj kaq bukur, po megjithatë e rëndësishme është që është e vërtet. Ai është shkodran, është një artist multidimensional. Përbes Tana i ban përbes. Dhe unë nuk do doja të humbisja më shumë kohë, por mirë se erdhe Frederik Ndoci. Mirë se gjeta. Kënaqësi e veçantë. Ja, mirë se gjeta ty, Vlora. Faleminderit. Nuk e di në e dëgjove, po kënga jon është prodhuar nga inteligjenca artificiale. E kuptova. Gjithmonë se ajo më t'i film vesh, thash pse kaq të pasur këta. Duke qenë se janë miliona kompozitorë që mund ta bëjnë një sikël, se kohët është që IA njerëzit a di ku shka, cila ka është bën IA? Kush? Gomari. Se kështu e bën Gomari më, ja? Po, IA. Mos më pyet se nuk do ta imitoj Gomari këtu, kështu që jo nuk. Pse jo? Pse s'fyn pastaj mon Vlorë. E jetë vot. Frederik, po ty, nëse Egonin do ta bënte kjo të mos fynte më në Vlorë, çfarë do të bënte ty mos thyje më në Shkodër? Unë që jam që destroy the first man in the world, që destroy the intelligence artificiale. Se nuk më pëlqen, është kur thahet ajo pinnacle ose gjendra finale, thonë njerëz s'ka më vlerë. Bota po shkon drejt asaj, janë 200 sa vjet që bota edhe me arsimin e decentralizuar, edhe me mjekësinë e centralizuar, me decentralizim, po bën që do të njeriu të jetë thjesht një robot pa ndjesmëri, pa asnjë lloj ide të më dash dikën me pas prend, me respektu prend, me respektu një ide, thjesht një kubik tak pum pam. Unë fakt një deklaratë të James Cameron kujtohet tani që e lexova përpara pak kohësh, që kishte frikë, po. Do kemi dhe filmin. Kishte frikë se do i zëvendësonte çdo funksion inteligjencë artificiale dhe mbase edhe në filmin e ardhshëm do përdorte pikërisht mjetet inteligjencës artificiale. Po besoj me muzikën kjo, për ju që jeni artist të kompletuar. Inteligjenca artificiale ka bërë simfoninë e 10 Beethovenit, ë? Po mos harrojmë se ka shumë të dhëna, se shumë nga filmat aktorët ka luajtur sozi i inteligjencës artificiale, sozia. Pra do të thonë shumë nga aktorë që janë wealthy, do të thonë që janë të pasur. Angelina Jolie flitet për Brad Pitt, për Tom Hanks flitet që ka tjerë gjithë pothuajse Hollywoodi që ndërthojza i diskreditoi shefi e dashuria ime. Donald Trump. I am the supporter and lover. I love him. Ke marrë pjesë në fushatën e Trumpit, po? Absolutisht, në 2014. 2014 në mandatin e parë. 2014 kur thaj në televizion I'm going to run for the president of the United States. Unë isha një parti. Ai ishin gjysmë amerikanë, gjysmë shqiptar në
Tampa. Në Tampa, po. Unë isha në mikrofon, harrova ishte në piano, e lexova në telefon. Yes, aton. Unë zakonisht ndaj omel, pak softly. Çka ka Fredi, çka ka? Thashi, çka ka? Yes, çka no. Fitova lotarinë tha njëri. Çka ke bë? I tham, jo, po shton njerëzimi, thash, po vjen një njerëz që quhet Trump me republikan, thash, për më shpëtu njerëzimin, sepse unë di ka agjendën e tij, di me çfarë shkenca është morë në fund, dhe ka filluar me kritiku praset me këtë inkursion të madh. Me shpëtu republikanët njerë për së mbrëmshmi e pastaj. Absolutisht, me në kas, po me Amerika është kërkësorja. Amerika mori, ka marrë 8 pjetën për nëse harroj. Si Trump ju ka falendëruar personalisht për gjithë angazhimin. Ma ka dërguar në fund, faleminderit për your support, being support to me. E kam marrë vesh aty ti një komp i vogël, po ti ke gjithmonë njerëzit me dritë, më ka shkruar aty, janë për më ndriçu të tjerët, që pastaj dritat mos fiket më kur. Po tani në fushatën e dytë? Unë ika sa fitoj kë ja vollën votë, ika në ku ardhi ky i dyti. Biden, jo. Po, Bideni. Po. Zhimni do të më thonë. U mërzitën ai çik për Çi humbi? Jo, që vollën. Për Bidenin. Për Bidenin. Jo, unë mërzita që e mori. Unë mërzita që e mori, thashë. Jo, unë mërzita që e mori. Kjo ishte ideja në atë kohë kur s'ka. Unë mërzita që e mori, po unë mërzita që domethënë fitoj ky tjetri. Jo që e mori, unë shumë mërzita, bravo i qoftë, din me manovru, sa të bosh. Janë specialistat e ata andej. Eko, ardhe këtej të gjitha një tjetër Trump, edhe me idetë e tia, por që në mërtim ishte ndryshe. Edhe ai po vepron shumë mirë për një popull që quhet Shqipëri. Në pa thonat e din tonë njerëzit. Në fakt ne kemi diasporë goxha të madhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shumë, balla janë United, janë gjithmonë si ishujt e fjordheve të Norvegjisë. Ti po e ndan jetën midis Shqipërisë dhe Amerikës. Jo, really. Do të kanë 4 vite që po më thirrën në Amerikë për një aktivitet. Gjej edhe 2 tjera aty afër që mos shkoj 10 ditë të hupi kot nga jeta, bëj 2-3 aktivitete. Po ndërkohë janë në Shqipëri, kjo është ideja, shumë i stekoj. Absolutisht në Shqipëri jam tek njerëzit që më duan shumë, njerëzit që nuk kanë mundësi sa amerikanët me të thjerë, me të pagu vrimat e honorarët. Tu është ma komod, tu gjen gjithmonë në 24 euro jeta konsumohet shumë më amël se sa atje kur ti je i detyruar me sa ju konsumim. Në Tiranë apo në Shkodër? Besoj në Tiranë, apo Tiranë. Shkodër shkoj kur merr malli herë javë, kur do të mush makinën me benzinë, shkoj. Se është më lirë karburanti. Shkon Tuz. Pra. Ja më Shkodër. Te Shkodra Loke. Shkodra Loke, gjithmonë të vetë zemra. Loce. I thonë si spanjisht, loce. Mi që jemi të Shkodra, ndalemi pak tek fëmijëria. Jeta juaj ka nisur aty edhe karriera, po ashtu një karrierë 60 vjeçare. Po kur ktheheni pas në kohë, në fëmijëri, çfarë kujtoni si gjën më të shtrenjtë? Zakonisht moshton ato sinjalet e para, rikthehet edhe herë memoria mrapa. Dhe të kujton gjëra që gjatë kohës i ke harru, mushesh me nostalgji dhe as i fëmijë nuk e din destinën e tij, mendon që jeta është gjithçka e tia, gjithçka është e imja, për harron ato urdhrat e Mojzeut. Lak mund të më marr gjithçka është e jotja. Pastaj shef avash gjatë perceptimi që ulet pak temporitmi i me pas edhe shef mundësi me realitetin që është një kategori që se realizon dot. Pastaj ka dhe forcat kundërshtit, antagonizmat që ti nuk të plotësojnë gjitha dëshirat që ndoshta i prek me imagjinat, po në realitet janë të vështira, sepse nuk janë të tjerë që duan t'i kenë ato, janë mundësi të tjerë, kanë më mundësi objektive e tjerë. Ose mbështetje, ose pushing. Atëherë ti mendon që bota të ka rrujt një destini, mjafton ta gjesh atë fillin. Atë perit, atë lëmshit me perat putun, ta gjesh atë fillin që është më gjatë. Dhe kështu më duket se unë pata fat në atë selecting. Po pate goxha fat, me thënë drejtën. Jo, unë në kuptimin e talentit, kuptimin e edhe që pate mundësi ta shprehje, se me të gjithë problemet po themi të politike të asaj periudhe
gjithsesi ti shkëlqeve sido që ti ishte puna. Po, kjo është tash gjithsecili do ta kuptonte se muri dhe koka. Po ti bish murin me kokë, e pastonin prap murin ata. Kjo është ideja. Atëherë ti kur e kupton të vetëm ndjerë, do të thonë krijon gjithmonë përshtypjen që shoqëri që nuk kemi si ato hibridet që kanë disa kokë, si hidra, gjenizorit, kanë disa kokë, edhe me thuj njënin a ke tjetërin. Kështu që e kupton që kështu është destini, po ta them në metafizik, është destini, nërthuaj që nuk jam i asaj rryme të logjikës të kuptim, po do të thënë është një farë fati, një farë që ti do t'i bësh hizmetin, ta bësh sa më precios, sa më diamant, sa më ar, sa më i vlefshëm. Edhe kjo është më thënë ajo që duhet të bësh ti si njeri. Pra sa e i Zotit të updatesh yourself, ose të mbijetosh, të dish kërkesat e kohës, të dish çaj pëlqen përgjithësi, defektet i di veç ti. Po. Atë gjithë thotë, po ti e din se ke po dy defekte, next time do t'i bësh më. Kjo është që ti gjithmonë një kërkesë, ke një kërkesë absolute ndaj vetes, ndaj artit tënd, ndaj performancës tënde. Nuk e di, nëse mund na tregoni ndonjë rast kur ju keni dalë në skenë, keni performuar, keni qenë duke kritikuar veten gjatë gjithë kohës, publiku patjetër nuk e ka kuptuar se publiku nuk i shef shumë gjëra, po themi. Edhe mbase nuk i kupton, po artisti është gjithmonë shumë kritik. Po ka dhe dashamirësi publiku nga ana tjetër. Jo, është edhe kjo, të dy qëndrojnë, por është një diçka tjetër. Ti gjatë materialet ti je i përqendruar ta bësh sa më precios. Por gjatë kohës ti një defekt e kap dhe nuk të bëhet motiv të frenoj. Po e kapa e ruan, përse ti nuk është po kapa ti hutosh, ik teksti, ik muzikët, se është arti koncentrum kënga 2-3-4 minuta. Pra ti aty do të jesh për koncentratin e mendit tënd, i përqendruar në thelb. Që kur isha fëmijë. Kur del mrapa, si ka ik emocione aty ti atë anë nuk e bën më gjatë, miku kjo teksti desha ta bëj këtu. A kupton, janë disa defekte shumë teknike, shumë të vogla në set, por që thonë atë që ti nuk je dakord me atë që bërë, por do ta bësh më mirë në tjetër. Pra kjo është një lloj updatimi në gjuhën kibernetike. Është aftësi e madhe e artistit që të mësohet të përditësohet me të reja, aq më tepër kur keni jetuar në disa periudha, edhe në periudhën e komunizmit, edhe në periudhën e demokracisë. Si e gjete muzikën kur i riktheve, se ke jetuar një kohë të mirë edhe goxhat gjatë në emigrim, muzikën në Shqipëri? Me shumë mënyrë skeptike, edhe komunizmi ndahet në dy pjesë, në kohën e tij të egër dhe në kohën e tij të butë. Pra nëse ne në kohën unë linda në kohën e egër të tij në vitet 60 kur kishte filluar me ushtrënguj çike. Si gjithçka e shtrënguar. Pastaj në vitet 70 kur unë ndolla adoleshent, më ftonin për të këngë të huaja. Që fëmijë. Edhe ishte shumë interesante sepse je para një publiku që e don të bukurën, edhe ti mundosh ta thuash ose ta përçosh atë të bukur edhe më të bukur se sa është. Në të mundshmën tënde. Kalon një periudhë, pastaj një mbledhje plenumit, një asgjësim i gjithë kontingjentit që solli pak larg pamësi, pak art kontemporan, dënimet me radhë, unë shpëtova se isha në Tiranë. Edhe gjithmonë ishte një përgjegjës që më kishte marrë mua për atë punë, me ai tjetri e hangri, më thënë gati si këto tjerë që e pësuan atë të nërthojza denigrimin, rënjën në shfaqet huaja, si që i termi. Por, dhe më thënë, dal nga dal, atër thash, për mu s'ka dashnore, për mu s'ka dashuri, po më mirë thash, po mësoj instrumenta, muzikor, të lexoj sa më shumë, që t'jem shumë i formuar në asetet tjera, që mos t'i loj vetës zbrasjera dhe të ngulkëm tek një diçka që është empirike, pa baza, e pa ditur. Kur të ngulësh kam për diçka, më mirë ta dish mirë atë, në tal esencet që pse e mbron.
Pra kështu ishte, më thënë, adoleshenca eme, kam lexuar jashtëzakonisht shumë, edhe në atë kohë kam mësuar një 10-15 instrumenta. 10-15 instrumenta. Edhe Federiku e thot me një modesti të jashtëzakonshme, 10-15 instrumenta sikur të ishin hiç gjë. Po edhe instrumentet folklorik hinë në instrumenta, sepse nuk ekzistojnë 15 instrumenta gjithsej, po do të thonë ku diun edhe veglat kordofone shqiptare folklorike janë instrument, lahuta, shakia, çiftelia. Një pyetje krejtësisht naive, Frederik, cili është instrumenti më i vështirë për të mësuar? Nga këta 15 po themi. Çdo instrument është i vështirë për të mësuar nëse ti nuk ke, do të thënë, para teorinë e muzikës, që është muzika. Pastaj instrumenti është frymor, është kordofon, është me majtë edhe miro ose është statik. Pra do të thonë mjafton që ti njeh teorinë e muzikës, njeh edhe teorinë po matematike të akordeve pse rrin bashkë njëri me tjetrin, etj. Janë disa gjëra që e bën muzikantin pak më ndryshe nga matematicieni i thjeshtë, sepse muzikanti është dy herë matematician, edhe në shpirt, edhe në llogaritjet e tingull. Po këtu tek këto instrumentat futen harqet apo jo? Po tjetër. Jo, po them tek këto 15 që ke mësuar. Violina është instrument që është pak i vështirë. Është ndoshta më i vështirë. 25 vjet me violiniston jetën e prap nuk e violinisti mirë. Po. 25 vjet. Pra aty çka aty mund ta bëj këngën, ose po, a kupton, nuk është. Pa ti i ke rënë violinës. Po i bëhet më violinës është krejt kollaj se ti jo. Mjafton të dish përdorësh. Mjafton ti je Frederik Ndoci, e kuptoj, po nuk është kollaj, e kupton. Violina, viola, çeli edhe basi janë instrument pa perde, pra kanë bishtin pa perde, ti do ta gjesh me vesh. Do ta gjesh me vesh. Pa din notën e din telën e parë, a kupton, atë në bazë e din se kur është një ton gjystonit, sepse nuk ka çerekton në muzikën tonë. Ne kemi shkallën majore gregoriane, nuk kena shkallën orientale ta zoma, me mode. Po. Kështu që do ta gjesh tamam, edhe atë ajo bën pak kohë më mësua, edhe shati sa duhet gishim më larg për tjetër, sa pastaj ka diçka që shkon me glisat e bën me të dimë pra duhet kapësh me vesh frekuencën e duhur. Kurse ke veshin mirë mandën do. Me vesh frekuencën e duhur. Me la veshin, po nuk gjen sapun. Të ka shijuar më shumë instrumenti apo mikrofoni në karrierë? Në kohën tonë mikrofoni ka qenë pak më i rrallë se sa të keni instrument, duke dini që për shembull brezi ju instrument e keni mësuar çfarë i thon, po e keni më rrallë me projekt, kurse mikrofonit i keni gjithmonë. Ke të telefonit, e shtëpia gjithmonë në studio. Pra sot është mikrofoni i gjallë, aty ishte më gjallë e rrallë, kur ta kapshin do ishte shumë i përgjeshëm, çfarë thosë. Ja, pa filtra fare. Çfarë mendon për estradën shqiptare sot? Kemi artistë të mirë apo? Termi estrad është në kohën tonë ka qenë estrada ato që kanë bërë me qesh. Okay. Sot përdoret për everything. Pra do të thënë nuk e di nga ka ky term. Për showbizin. Showbizin. Po ishte parashikimi sa ardhmes. Pra do të thënë nëse ti kam parasysh atë estradën e kohës sonë e artistëve, un kam pas rastin me jetu edhe me kem koleg me emra shumë të mëllaj të estradës profesionistët Shkodrës, që ishte një ndër më cilësorët në Shqipëri. Plus asaj në një shfaqje estrade kishte edhe element që duhet të këndoshin. Artistë të ndryshëm të këngëtar. Pra ishte alternuar thjesht 2 orë argëtim, entertainment. Ku mund shpesh mandej kalova nga aktor, kalova në solist, duke debutu këngë të mia, këngë të pak shumë moderne të kohës, pastaj vetëm këngë të huaja. Ishte periudha 87, 88, 89 në skenë kam më veç këngë të huaja. Ja 2 këngë të mia për shembull, më ata që ishin të fundit më të mia, pastaj e fuçë këngë të huaja. English, spanjisht, Italian, French. Pra i kishte një lloj tolerancë të Frederiku, nuk di pse. Po më kështë alpë, si tolerancë, ma që i kënon mirë, në ide. Se të gjithë donin, për shembull, donin që kishin sukses me këngën e huaj, po nuk është sukses tim, so është fjalët.
Jo. I këngë se pak melodinë, po ta thjesht edhe vetë njëri ta di çfarë thua. Ta interpretosh mirë. Çfarë ta nxjerrësh nga shpirti, pa anyway. Ajo kohë kaloi. Tash erdhi periudha e pyetjes që erdhe mas asaj që ndërthojza ju thoni demokraci, po. E dhuruar është në të esencet, po sot e negociuar. Deri para do ca kohësh kishte komunist edhe jo komunist demek në rrena. Ku sot nuk mund pretendosh se ka komunist, ka njerëz me pikpamje stoike masovike që lënë me ndryshu që është komunizëm, edhe në thelb edhe nuk ikën kur nga ai person, po ka edhe njerëz që janë emërtimi i tyre është ndoshta majtas që janë shumë të gjatë, edhe po veprojnë shumë gjatë, dhe tëra programet ekonomike që po përdorin në këto mandate, që themi ne, që janë krejt ekstrem të gjata. Ata që kanë studiu ekonominë e kapitalizmit, e kuptojnë mënyrat, ata që populli thjesht thotë pse s'hap vende pune. Ku asnjë kapitalist në botë nuk hap vende pune, thjesht ai lëviz kapitalin një qytet tjetër dhe atje ata punëtorë që i la këtu pa punë, do specializaj më atje, sa tjerë i mërë për aty. Pra nuk hap vende pune, thjesht ai lëviz kapitalin sepse këtu shtohen taksat, atje i fillon çfarë fillimi. Pra ai bën një manovër për të fituar diçka. Patjetër që është një mënyrë edhe për të jetuar, se në fund të ditës secili duhet gjej mënyrën e tij për tu përshtatur. Nëse është kjo, po ja, nuk ka si s'me kanë gjatë tjetër. Thjesht njeriu është një lloj specie që duhet të përshtatet në kushtet për të mbijetuar. Edhe dalja jashtë gjithë secilit, ose ajo kërkesa ose ëndra për të qenë jashtë, është një utopizëm shumë negativ, sepse ti kur lënë gjithat mirat tu, që është shtëpia, prindi, të dy e lënë këta, me ca pare po të shkon atje, që kemi gjetë atje. Jeta në emigrim, për ty, si ka qenë? Po si mendoni? Se gjithë ne mendojmë, iku artistin në emigrim, bëri në amin. Pra direkt u fut tek skena dhe gjithmonë rrenë aty. Për shembull, unë kam thënë disa herë, ka herë edhe kur thu shpesh del ndryshe nga artistët tjerë, që këto artistët tjerë i pasaprit, që diun drejtori i artit dhe të kulturës atij qytetit, ose asaj lagjës i ka prit atje hale me bart. Dhe më na kena dalë si refugjat. Si refugjat i detyruar me mbijetu ose të bësh punë të këqija, me vjall dika në më mor me sportet të rënda, edhe diku në han. Ose të punosh me nder, punë të rëndonta që ti thjesht një muskull që të përdoraj tjetëri, ai që ka lind të ka i vend, që ka mundësinë për me të marrë ty në punë, me dhanë 2 lek, për me kënë ti muskuli i hekurit, me kënë i dokeri, me shbarë, me shkarku. Pra, dhe më dhanë, nuk është asnjëherë i mirë pritur në kërkush në asnjë lehtë huj, sepse janë politikat nacionaliste, janë politikat në dhanë shfrytëzimit kapitalist, e konsumimit të jetës, janë shumë ekzemplar. Pastaj gjaja parë që të shef një huj, për shef ty, me shkullën në Sierra Leone, që janë pak të zi atje, me shku ti i barë atje të shef shu. Kush je ti dhe të çfarë? Pra dhe më thonë, edhe atje nuk jemi i pritur. Imagjino tash në botën e kapitalit, ku ka shkuna gjithmonë. Pastaj njeru shndërrohet nga i mirë që ke qenë të për shembull, ke respektu, ku diun, më të moshuarin, atje në botë ti bosh kthesh ndryshe. Të ka shndruar ty? Normal në pjesën raport me njerëzit. Në pjesën e mendimit ka ndryshu jashtëzakonisht shumë 100%, po me njerëzit. Ti do të përdorësh njëtën intuit intelektuale që ke pas tu, edhe atje, sepse atë po që se niveli i njerëzve që ke në dialog ose në autobus ose komshi është i ulët, i bleviz prej aty, se nuk lën kush me ndajt aty. Pra e me njënu në mënyrën intelektuale, kurse në rastin konkret, kur ti bjen në një decision intelektual më tepër ti mundohesh me qenë sa më precios që të përshtatesh dhe të tregosh se ti ke edhe një kulturë të caktuar. Pra ishte e zorshme në fillim me dalë me punë të rëndomta, pretendoj po duhesh. Fatja solli po absolutisht nuk ka. Patjetër se nuk dhe ka komplekse kështu, jo se bëj unë këtë, jo se jam artist i madh, po them kur ja atje po them, s'ka ti mjes para se me dal prej shtëpisë me shku te ajo makina që të merr për punë. Ti ke mundësi më apo vetes të punë. Këtë pyetje. Jo ti kur fillon punën, s'ka më. A do gabe çika me gabe maje. Shogade.
S'ka fare. Nuk ka teka. S'të një fare. Po kurioze jam që ndodh në brendësinë e një njeriu i cili vjen nga arti, vjen nga admirimi i njerëzve. Tash arsyeja. E di pse Frederik, se shumë njerëz, ndoshta duke përfshirë edhe prindërit e mi, ndoshta edhe shumë prindër të tjerë nuk emigruan në ato vite për këtë arsye. Sepse ishte shumë se po keni nez. Është Eleron frigoriferin hap. Jo, tani duhet i themi na hapni pak derën e frigoriferit që na vi ftohti. Ishte e vështirë që të pranonin të trajtoheshin në një realitet brutal nga, po them, statusi që mund të kishin këtu, një status minimal. Të pakrahasueshëm me statusin tënd, që ishe një artist i njohur, një aktor i njohur, domethënë Arsyet përse ik njeriu janë në miliona. E para arsye është papikoria. E duhur, patjetër. Unë mendova se the ekonomia se tash. Në papikoria duhur. Se ti çfarë do bësh ti je pa ti këtu ke lug, pin ujë, gjil për, ke atje kur shkon atje s'ka asnjë prej këtyre, ku ti gjesh. Pra do të bosh çmos të punosh një javë, blesh sa tenxhere, sa pjata, sa lug. Pa javën tjetër blesh atë tëra ke këtu në Shqipëri. Pra nuk pagun as qera, aty do pagush qera 3 muaj kaucione. Nuk pra është padituri, është ignoranca jote e para. Pastaj domethënë ti mendon unë s'kisha nevojë të ikja për ekonomi. Unë isha mirë ekonomikisht. Para se ti ikja para 90-s, unë ishte më i paguar i artist në Shqipëri. Honorare, punë plus kisha rock, plus kisha merresha me aktivitete ekstra. Pra domethënë ishte një periudhë kohë që është një shkak i jashtëm dhe shpirtëror që të bën me ik. Për shembull atë kohë ishte në festival ja 5-6 muaj përpara më thot një mik, a do më marr përpsimin thotë çmimin e parë. Normal, një ka që po do të më ditë që materialet po bën. Se tha, a do më marr për direkt ai, më kishte sigurt ose ajo. Thotë, why not? Po ta dëgjoj materialin, shkoj më bëni materialin. Materiali nuk ishte asnjë gjë për marrëshmin parë, simas meje, simas logjikës time, se unë po punoja me edhe ja thash, po punoja me një artist, një kompozitor të madh të kohës, Aleksandr Peçi, po punoj edhe me Gzaharian. Për 2 këngë. Thash, kjo s'më duket, unë kisha kuriozitet me e pa, sepse ai gjithmonë ishte njëri do të thotë intuitiv të çmimit. Sta çeka në çeka shumë i zgjuar tha. Si vetë unë kam mbledh çmimin e parë tha. Ma tha aty. Konfidencial. Po. Ta tha emrin e personit. Jo, ky vetëm. E kam mbledh çmimin e parë. E kam mbledh çmimin e parë. Ta tha vetë ai që kishte bler ai. Po, e kuptoj. Me tha tash sa mirë që ma the, më më gjë të kishe pëlqyer kënga tash, do më thoj mbrapa pse që e kam bler unë se ke marrë ti. Pra kjo ishte përgjigjja ime domethënë aty për aty. Megjithatë asë besova në janë botë, thjesht janë njerëz komplekse ose prezantos. Kur do ty në festival këngën e bukur time nuk e lanë me natën e parë. Sepse Gjoja pretendon kishte flokë të gjata, po edhe nuk lejoi për kohën, shumë ekstravagant. Ja, jo, po thotë sigurisht ai kisha mram në tregim, për mramit. Sigurisht për 2 ditë shkoi në flokë deri në fund kampe. Një sekond. Kemi ndonjë kështu me flokë të gjata, jam duket ajo kaseta atje? Pa ma janë, janë. A është në këtë model, ë? Po, ja ma kisha më si sot. Ja, si sot, po, e kuptoj. Edhe se kanë stilin. Pra, thotë po pim më vëlla, a ka inspektor skener aty? Pse s'mori gërshan mi prej të prasë medal? S'ma aty isha. Po çaj, pa ishte thjesht ajo për me ta ul me ti hall një gur asaj me ta kamuflonin, me ta shput tollëmbacen. Po. Ajo kënga fitoi çmim parë. Në çfarë viti bëhet fjalë? 90. Tash lajmin e tani atë. O vlonjat, lan më. Shumë vite më gon janë. E gon, lene atë më janë 60 vite karrierë. Dhe 60 vite karrierë jo vetëm me muzikën. Ishte e vetmja gjë pastaj që unë u dërmova shpirtërisht tash, mi so bukur e hadë edhe në atë ishull. South Africa, që është Madagaskar, dini pa Malgashit. Allah t'ju tha i haj so buk me muzikë. Se Allah ti me bon, lëgë, që bëna da, haj i buk. Dhe që ju, dhe me qkel me kam, nuk është drejt, thashe, i ka i lash, kjo ishte arsyeja që lash. Ku ta në koshë në kohë. Për derisa kjo kishte arsyeën e fort, edhe fuqin që kishte bleq mimin në më tha, për kryt fëmijëve më tha. Aty ngela unë. Është goditja, është. Për shembull, me thonë në një që
Hamen sonde du, pa I del ato, për të dhe si, të thonë... Se ti e kisha të faktuar, e kisha të thënë drejt për drejt. Me ta thënë copë, mërë? Atëherë ngela, e thash, Shqipëria në duket do të shkojnë dur të këtyre të pafe, dhe kaq. Lëviza. Një pas din konsekuencat atë, pa thash, ignoranca që kishim ne. Lëvizëm, dolem atje pash... Çfarë shkonte? Atë jamë në Itali, ishim në Itali, në shikonim kështu ato aktivitetet tyre. Pa nuk diskutonim këtu kur ishim në Shqipëri. Tash ti I prekje me dorë ata, aty ishte afër sepse me rrogën e parë bleva një keyboard, atë kohë sa kishin dalë këto keyboardat me rhythm machine. Ishin Sultan marka. Më pas doli pastaj Yamaha, Korg, Roland e këto tjera të Korgat. Kjo ishte Sultan e para, shumë interesante, akordin I bishëm me instrumentat sa dush. Pra aty krijon një lloj vazhdimësie komete të dashurisë për se po më çmani të unë kam edhe kapelen, kam edhe kufjet. Kapela shumë e bukur, by the way. Se nuk kam qef me nuk jam shumë tolla, se di njerëzit, po. Nuk kam qef me se njerëzit mendojnë që kapelat heq flokët, nuk është e vërtetë. Unë kam 38 vjet që maj kapele dhe nuk më heq flokët. Ti s'ke majt asnjëherë kapele që? Ja, urdhë. I ke mjell. Në fakt unë kur e shoh Egonin Frederik që mban kapele, I them mos e vaj se do të bien flokë. Ja, mua mbien edhe pa e mbajt. Është një gjanër në një dhomë quhet në Mëlqi. Ajo nuk funksionon mirë, bin flokë, pak genetikisht, pak edhe nga kjo. Interesante. O Egon, sa apo të tha Frederiku shko, kontrollo mushrin apo Mëlqin e gjeka. Një dhomë e vogël quhet, ka 600 dhoma, që kryen gjitha funksionet fiziologjike të njerëzit. Mëlqia që nuk punojnë shumë dhoma quhet vjamosur, gjë shkencore, por nuk është me vjam, po është thjesht nuk punon, është inerte ajo pjesë. Mëlqia është organi që bie shumë shpejt dhe rigjenerohet shumë shpejt. Kështu që me 599 dhoma ja del. Do t'ja del. Edhe po të dëmtoj. Atë fsheku duhet dashur. Edhe pastaj nga Italia në Amerikë. Aty filloi me knun. Patjetër, po. Ishte 9 muaj në Itali. Me punë të ndomta. Ka pasur një program që kishte këngën tuaj në është tjetër kjo, është më pas. Okej, erdhi më pas. Ishin festat, unë isha punuar prapë punë të ndomta dhe më thotë ai prifti që kisha një grup studentë tek kisha që studionin për instrumenta falas të unë. Jepshem si falas. Kitar, akordeon. Edhe më thot, kemi festën nesër mbrëmë, fillon festa di paese, është festa e fshatit. Festa e fshatit, po. Po sa mirë, edhe kena ftuar një orkestrë aty që kënon, okay. Kurioz, ishte vera parë. Atë natë ishin 4 vetë aty në stage, kënonin një nivel pak I dobët, ja from, pasi bën një pushim atë tam shumë bukur hipokrizia, që është në përgjithësi. Kortezi, amazing. E thamon sa merrni natë për këtë fshatin, mund të them këtu në të fshatit këtu. Marrim 800 tha 600-800 tha Emiliana shumë. Lireta, no. Lireta, po. Okej. Tash këtë doja pak informacion. Natën e dytë pyeta grupin e tjetër, ishte pak më abduse këta. E pyeta sa merrni, tha marrim 800 1.200.000. Natë e tretë ishte gjë pak më cilësor, të dy të parët, ato marrin çik më shumë deri 1.300, pra nga 1.300, 1.300.000. Natë e katërt prifti vinte aftë, up and down. Do më vini kësë gjetë. Federico, grupi që ka marrë sonde, tash im lejnë në telefon që nuk vinë. Po tash, janë grupë ta cilësor, që si mush që tash janë gati 1.500 vetë, edhe 2 orë të kam e fitu shfaqën, zi që të bëjtë, po vi vetë e këmoj. Këta ishin grupi më I mirë, Më I mirë që ishin ata. Po cilësori fare, po. Po janë, tash do vinë 2-3.000 vetë, zi që të bëjtë, më falimentova. Thash, po vi unë e kënoj më dhash. Thumë, Shqip? Po ja, marë tash I takon që kanë kënu tash 3 ditë, di thash një 2.000 tjera, 3.000. Qa thumë? Po marë. Po që duhet, thash, sa më qenë rëzër, kam por orkestër. E kam atë pianën time, thash, me piano, shke janë me ritme, dhe tanë, thash,
Sul serio, ai thoi, ç'është kjo komet, thaj. Si përfundim, kështu vum atë, fillova këngën e parë, këngë shumë bukur italiane, edhe është klasike. Të këtë një 5-6 vjet aty në afër, mendoj që ka vu si ditë kë, nuk ishim mësuar ata Elton John aty, ishin ka 5 vjet që binin veglave, knonin një mikrofon aty dhe një piano. Mendoj me playback. Kënova këngën e dytë, prap do të ketë e filma shumë, ju afru njerëzit afër. Pas erdhi prifti tha, Federico tha, ju e dini është i fshatit tonë, tha, rriton të neta. Edhe sonte më kanë bërë tha orkestra kështu tha, më tha pari gjysore që nuk vi, se më shprish makina. Prandaj tha, ata që duan me shku ta shkojnë, tha, po ata që do me ne, tha, mendoj tha që Federico do ikën normal. Se pa thënë gjithë netën. Po ti ishëm kështu, domethënë Flemingu do thosh gjithë gjithë. Edhe çanol fillova një këngë tjetër, kur shofun hapse. Isha edhe përqendruar tek. Unë dija dy strofat në shejtin katastrofa, nuk i përcjellja vetëm dy strofat. Nuk isha aq i përgatitur për këtë. Po improvizoj, Erdhi pa pritur, patjetër. Por italisht, çadi spanjisht, anglisht, gjithçka. Edhe shqip në këngët që më vinte. Pra, vetëm mos ishte rritëm që nuk e pëlqenin ata. Marrë atë natë, sukses enorme, kur quhet Federik thot do t'jap një çek. Më dhej pi çek. Punoja 3 muaj për çekun. E morë brenda natës. Jo, i thoshun, nuk e du fare që Ua, para, ç'a janë këto? Federico tha, më ke shpëtu tha, unë kam lënë ta 1,5 milion, më pak sa aty në tjerëve. Po. Ata, më kanë qenë ti më ke shpëtu, edhe 1 milion, po më ke po notën, tana më ke shpëtu. Tash i përgatit tha për shtunën që kanë marrë për ata shtunën, tha. Po kur të vin këtu tha kam i thonë të kam marrë tjetër kanë. Siç më bënë mua tha gjysore për para. Pa atje. Hak marrë edhe atje. Kështu ndodhi, ajo ditë më pastaj nuk shkova me punu më. Kjo ishte pika e nisjes, po themi, starti, po themi. Italia më duk shumë komodo për me fillu punën në këtë mënyrë, se do të jesh intuitiv, ça kanë lënë tjetër po bota poshti. Se po ti rrishti me bota atë këngë që bën Lucio Dalla gjithë ditën ose Mia Martini, patjetër. Për ata kanë origjinale që duan ty. Pra kështu. Kështu lindi. Ajo që unë bëra pastaj pak precioz në Itali, mas një muajt një grup më propozoi, bëra atë CD që theti ajo kënga që është Meti Sigel Canta Italia. Canta Italia. Që akoma është sot 6 muaj në kënga ime. Sigla fillimit. Pastaj një këngë tjetër, sigla fillimit u bë një këngë tjetër, ma hoqën këtë, një këngë e dytë e imja, sigla fundit, marru me mu. Pra, domethënë ishte sukses i jashtëzakonshëm, ku shqiptarët e ke parasysh ishin vitet e parë shqiptarëve atje, shikonin Frederikun, ishin në gjithë kanalet e Italisë. Mban mend shqiptarin e parë që ke takuar në emigrim që ka ardhur ka përshëndetur. Patjetër, shumë. Ata që më njefnin direkt, po kishte edhe njerëz që më njefnin direkt, më kishin pa në televizor Bardhëzi, ato Federico ku binin ata në pastaj thoshëm hermazë thoshën në sallë. Ce ne sono albanesi qui? Sì! Edhe flisë shqipo, në vishë, ua, se vdeta. Rest in peace. Jo. Rest in peace vërtet. Nga kjo i me helin alla. Të pim. Do doja që të ktheheshim pak në Shkodër, Viola. Në Shkodër patjetër. Do doja të ktheheshim pak në Shkodër. Shkodra është aq e bukur dhe aq ftuese sa që sidomos tash është bashkë më bukur. Po bëhet për ditë e bukur dhe domthon kur heken problemet që ti nuk i din, janë pak abstrakte problemet që hiqen për të mos kriju domthon konversione negative në jetë. Për shembull, Shkodra është mbytur 2 vjet nga 2 muaj. Po. Ka qenë mbytur në ujë. 2 në vit, për vite me radhë, për dekada me radhë. Për shkak të hapjes së portave të Vaudejës. Ai ishte një çka po ti jo vetëm po edhe mbyllja kanaleve, janë Shkodra është ulëcir, që nëse mbyll kanalet rrjedhse, në botë shpinë aty vetë ku diun atë themelet ikte kanali i drenazhimit të qytetit. Pra Shkodra ka gati 12 kanale drenazhuese që del nga pikat ndryshme të qytetit. Kjo janë kanale që kalojnë në çdo lagje. Po një njeri më ta mbyll dy diku 4 kanale deri në fund po thej. A udhën, prandaj aty video uji rrit aty. Pra ti ke 3 vjet që nuk ka ndodhur një fenomen i tillë.
Sa mirë, më në fund. Pra, është diçka shumë abstrakte, skalla njerëz nihilist që thonë nuk ka shi. Po ka shi, për shembull ka 10 ditë që po bie shi. Për 10 minuta mushet aty shkollë, se vjen ujë, më shpejt më të Po. Sa në sifon kur hap qezmën shumë. Sifon, po. Mushet qezmë plot. Pastaj nuk ke punë më, e lën ikuj. Frederik, kur e ke kuptuar ti prezencën e Zotit në jetën tënde? Ka 2 faza të njerëzit, faza empirike dhe faza e plot. Faza empirike është ajo kur ta kanë thonë tjerë të ekziston një Zot, ka shëmbëltyr njeriu, të tjerë dhe ti i beson se figura tek feja nuk ka figura, te feja tjetër nuk ka figurë, ka më tepër imagjinat e kështu. Ti mendon që Zoti ka shëmbëltyr është pak më i madh, nuk i jep përgjigje shumë pyetjeve. Pastaj vjen faza tjetër e pikurisë, e merr vesh që është energjia, është vibracionet që lëshojmë në tek njëri tjetër, aty është Zoti. Ashtu është fuqia e gjithçkaje. Pra brenda trurit të njerëzit është ai syri i tretë që themi ne gjendra finale ose pinnacle. Aty është energjia numër 1 që të kalon në dimensione të tjera edhe ti mund të krysh të tëra nevojat e tua. Shpirtërore, të domosdoshme, jetike, duke e organizuar këtë të kaluar në dimensione të tjera. Ti mund të flasësh edhe me jetët e përtejme. Cili ka qenë dimensioni yt më i lartë? Si qenie? Do të vetëdia të dimensioneve ti arrin vetëm me këto ramajt indian, këto të fesë Buda. Sepse fet tash i von, normal sa më shumë lexon as më shumë merr vesh dhe për ardhmën e feve dhe rrojt të saj. Edhe kupton utopin. Përgjithësi. A feja është ka 2 vjet, asnjë Zot nuk ka kriju fe. Që më nëndë një Zot krijon fe, ka artu më të ka Zotit që unë jam i mirë, këtë tjetë i Zotit këti nuk është i mirë. Sigurisht. Pa pra, dhe këtu e mërë vërti parën gjohë që Zotat pasan dritaret në ryshme dhe kjo dritare këtu është më mirë se kjo tjetër. Ose sa të durës të më thonë, në gjitha janë absurde. Feja u kriju më pak se 2000 vjetë. Po bazin e ka tek Buda, te Brahma. Brahma është një pastrimi shpirti quhet te budizmi. Brahma dhe Simudra janë shoqja. Ato kanë pastrimin e shpirtit, nuk kanë fe. Thot Zoti është ky ka kriju ky që je. I mirë i keq ti je, je krijesë e Zotit. Nuk ishte Zoti një punë tjetër të bëni ty të keq. E këtë tjetër ishte pa punë të bëni të mirë. Pra je krijesë e Zotit, pra 69, ke parasysh ajo 69 që kanë Bas Beatleset. Pra ti je gjithmonë ai që ka krijuar Zoti, pra cili Zot mund të ndeshkoj krijesën e vet. Ti thot ty do të çojnë ferrën ty, kurse ti që i gova mirë. Është absurde. Më kujtoi një shaka, një verselet e treguar kështu në kafene për këtë punën e i mirë i keq me Zotin, po s'po e tregoj se është goxha dërtje. S'ka gjë më dërtje. Po je vetë. Është me luftë? Me luftë. Po thuaj mos ka gjë. Se ndoshta se di, ndoshta. Do ta tregoj pastaj, që mos të mirë, atë kur ulani prap do ta tregoj atë çim që tregoj. Pa, nëse ne nisem nga kjo, të ka dhe pjesën e njerëzve që të zhvilluar deri në certain point, i themi ne, deri një pikë të caktuar që mendojnë gjithmonë atë rritin konservativ të asaj që kemi mësuar, na kanë lënë prindërit. Ti mund të shohësh Krishtin, jam pasardhës i katolicizmit. Pra njerëzit e mi, partë e mi kanë rritin e tyre. Dhe unë nuk është se jam empirik për këtë vazhdimsi të kësaj komete që quhet FIS ose generacione, por kam kuptimin tëm tjetër se mendoj që Zoti është energjia. Pa në çdo moment ti lutesh ti kësaj energjie të lutesh me Zot, yes. O Zot ndihmo, Zot. Thuaj çfarë duhet ti më ndihmo me zë. Megjithmonë ty të plotësohet, sepse janë qendra pa dukshme. Manifesti. Janë vibracionet që të krijojnë ty kushtin me arrit atë që do. Kurse atë ka kanë marrë për kanë thënë ulu kështu bëj yoga, bëj të veprime të për mirë është apo nuk është sars kjo tjetra. Për shembull Abrahami nuk është asgjë që vetë është Brahma, Abrahaman. Interesant këtë. Edhe nëse gjuha angleze thot Abraham ose hebraishtja, Abraham, Islami e ka Ibrahim. Ibrahim po. Pa është njëjta gjë. Pra ne të rafet vikën për një lloj burimi. Ata kishin kanë librat e tyre.
ata më tepër e kanë thënë që në fillim se njeriu është i krijuar për të riprodhuar veten. Pra nëpërmjet dashurisë. Nëpërmjet ushtrimeve të marrëdhënieve instiktit të riprodhimit. Pra ata gjaja parë duhet kemi dashuri. Ta dush tjetër njësoj si veten. Veten sa më shumë mendoj unë. Veten duhet ta duash pak më shumë se tjetër. Po kështu, ata thonë nëse ti do të jesh më sturbo. Këtë rast. Të dush veten, do push më sturbo. Po ta dush të eliminosh këtë fenomen. Ta frenosh të fenomen është më mirë të mos ta dush tjetrin. Nëse mund ta bëj tjetër atë. Patjetër. Na falni fëmijë. E di pse shkova te Shkodra, te filmat, e parë një herë më bën përshtypje të gjithë Shkodran, po thuaj se të gjithë Shkodran që flasin në atë gegnishten e tyre, përfshirë edhe ti këtu. Është shumë e këndshme, shumë e ëmbël, patjetër shumë melodioze. Nuk e di pse, edhe po ta faktoj këtë me shumë njerëz që njoh unë, vinë nga një zonë e caktuar e Shqipërisë, nuk bëjnë ndarje këtu veri jug, po gjithë përpiqen të tjetërsojnë dialektin kur vinë në Tiranë për shembull. Të tjetërsojnë dialektin. Të flasin gjuhë standarde. Të flasin gjuhë standarde. Jo mos e gjete kështu, ha më ç'a bëre ti. Nëse me slogane. Tani te filmat ti ke përdorur po them gjuhë standarde, flasim tek po sepse aty kisha rolin ku diun nuk e di ai ishte nga veriu nga jugu. Kështu që ti i detyruar si është teksti ta thuash, po akcenti ka kanë gjithmonë edhe shkolla. Akcenti patjetër, theksi ka qenë, po që nuk është se në atë kohë për shembull ti flisje në gjuhë standarde, po them edhe në Shkodër edhe në komunitetin e miqve, pra kishte një farë detyrimi. Apo jo, s'është e thënë. Hapat e parti duhet më uroj gjithmonë, si mos me kriju divergjenca tek njerëzit që kanë diçka në dorë, sidomos në kohën para 90-s. Ti të bëje stoikun një gjuhë që ishte djegor që në 67 në Kongresin e Gjuhës, ishte djegor, ishte përcullu gjuha standarde gegnishte. Gegnishtje, po. Edhe ti ne do të mësonim gjuhë të huaj. Këtu në Tiranë, ishte po gjuhë huaj për ne. Po, dialekti standard. Nuk o nal asnjëherë lapçja, nuk o nal ndonjëherë korçarshja, nuk o nal ndonjëherë mërditorshja, o nal vetëm gjuha mërditorshja çoku po. Do thonë më tepër ishte stoicizmi për me eliminu gjuhën Shkodër. Shkodranishten, po me lokalisën e Shkodrës. Sepse aty ishin poetet më të mirë, ishte fishta kryesore që ishte me poezi deri me 36.000 rreshta. Po. 36.000 rreshta poezi. Do thënë, nëse Laura Malcis, apo se ke fjalë? Po, janë për aty, po ka 8 libra. Por tash të marrësh për shembull gjermanishtja standard u bën nga Goethe. Po. Ai ka pas 16.000 rreshta. Kena Dante Alighieri e Toskanës që u mor bazë nga ky poet ose nga ky shkrimtar. Për dialektin e Toskanës që u bë gjuha zyrtare italiane. Molieri. Po, për frëngjishten. Për frëngjishten, pra do të thënë, nëse do merresh ti një njeri që ka më shumë poezie të studiosh ajo që ti të mbrushë me një lloj fjalori shumë të gjerë, ishte fishta. Pa ju dogj, apo sa fat ishin tara. Ideja është se po ta nxjerrësh ti gegnishten përpara gjuhë e parë shqipe, që është në fakt. Për nga numri, edhe për nga gjithë bota sot, deri përpara nuk than. Del greqishtja e dyta. Në atë kohë ishte periudha që ne mohonim këtë për të nxjerrë greqishtën e parën. Si gjuhë të vjetër. Po, si më vjetër. Si më e vjetër. Kurse në fakt në rreth të gjuhëve, ja ke këtu në këto librat e mi, të tregojnë pemën ty që tregon që albanish, greka është e dyta, në mes të dyjave është armenia. Armenishti, po. Pra, e para gjuhë në Europë, gjuha e para e folur në Europë është albanish. E një tëra, po nuk e dini? Jo, patjetër që e kam dëgjuar, po dhe mendon që janë kështu, janë thjesht mund të jenë spekulime, mund të jenë, domethënë nuk është se janë, nuk është se janë gjëra që ne nuk na pëlqejnë, mor. Patjetër, mor. Ajo është jo për pëlqyer, patjetër, mor. Ti ta kuptosh, për shembull, pjesë e identitetit ajo në këtë rast. Se kena fut një temë që është pak delikate, por duhet ta shpjegojmë. Po, patjetër. Për shembull janë tragjeditë e Eskilit. Po. Të tërë janë shkruar në gegnisht. Gjuhën e vjetër greke thotë është gegnishtja. Greqishtja e vjetër që në fakt është, po. Pra greqishtja e vjetër thotë është gegnishtja. Shkëm pësne me ne, me veriun. Veriu është deri në nish, deri në bari, në pejnë. Dhe është shumë e vërtet edhe sipas studiusve që gegnishtja e Shqipes ka shumë ngjashmëri me greqishten, ndërsa toskërishtja me latinishten. Po, you're right. Me latinishten. Komplet. Ndërkohë që toskëria është më afër
pjesës greke, kulturën me Greqi, e kupton? Pra është një farë kryqëzimi kështu, po themi. Absolutisht, është edhe kjo term i vërtet që lezohet, po domethënë me gjuhën tonë ne kemi bërë konferencën e parë të studimeve pelagjike në 11-ën, në tetor 11 nuk vet. Në Akademinë të Arteve, në Akademinë të Shkencave. Kanë marrë pjesë studiues nga tërë bota. Ju keni bërë një studim për jazzin, mos gaboj? Kam bërë një studim për 12 modë e jazzit. Janë 13, fakt, i kam thënë që kanë prejardhën prej Dardanit. Ja kam vërtetuar në bazë të tingujve etno që ka ajo zonë. Gjithmonë njeriu marrëdhënien e parë ka pas me diellin. Sepse është energjia. Pra në bazë pozicionit gjeografik që ke pas shtëpinë ti. Ai fshat, se një fshat është një pozicion gjeografik. Edhe në atë pozicion që ka pas sa kohë ka në dielli, që ka pa gjatë gjithë ditës. Aty janë edhe evolimi i vetëndjerit, emocion, vibracionit të një fraze muzikore. Për shembull, nëse në malet e Shqipërisë, malsori i ka malet kështu. Edhe pra del dielli më fshihet, nuk e shef tërkohet, se njerëzit nuk jetojnë majt malit. Jetojnë një çikallë ujë edhe pak më poshtë. Pra është një pozicion gjeografik më poshtë. Atëherë ai në bazë të marrëdhënieve që ka pas me diellin, ka krijuar edhe modin. Për shembull malësia. Doli dielli. Ose një zonë tjetër që ka atë vendosjen gjeografike nga linja në perëndim, por në këtë me ball nga veriu. Skrapari, po. Maridita. Sa interesant. Hajde zbrit është mod jazzit. Hajde zbrit këtë nga Vlora pse. Është modi Dorian. Po. Tonë kohë jemi kohë kështu se të vërdihet gjithë ditën. Je pranë mes diellit dhe tokës. Të vërdihet gjithë ditën. E po tani me që hap puna e qyteteve dhe zonave, po pse? Boshi Dorian quhet. Myzeqen do ta lëm? Ta bëjmë myzeqen një çik. Po myzeqeja, për shembull është Myzeqeja se çon do të kokën lart se e djeg dielli. Po e djeg dielli, po. Tërkohen. Bile ka diçka, nëse shkon në Apolloni, janë një 6 piramida të vogla, sa një dhomë, edhe aty quhet ato e kanë titullin, e kanë emërtimin Tokë e Diellit. Kur u bë kënga Tokë e Diellit, që fitoj çmin parë Frederik Noci, Manjor dhe Bani, Juli Ndoci, mota me ime. Teksti i parë ishte i bërë nga i malli Gjavajës Paju, me një kolumb që shkon në det të hapur. Kolumbi është edhe plumbi, edhe Kristofor Kolumbi, ka shumë kuptime. Ka i thashëm, pra sa më shumë storyteller, thashëm do të country song, këngë të countryt Amerikës. Thash, më bani një diçka thash thik me 2 presë, marë profesor. Si tha? Në atë kohë ishim para 90-s. Pa i thik me 2 presë, thash, për shembull, ti e din thash se i tërgoj këto piramidet, ato quhen Tokë e Diellit. Po i di ata kanë papës. Thash, ta shpjegoj, ata janë Tokë e Diellit, kur sklavi ka bërë gabim, e kanë marrë, kanë lidhë në 4 unaza, me dur hapë, dhe kanë me fytyrë nga dielli, edhe ai vdiste nga pika diellit. Pra ishte Tokë e Diellit i destinuar për të diste slavi, pa dash me e myt. Në diell aty ai thaj. Pra kjo është, edhe ne jemi tash të lidhur këtu në Shqipëri, te kjo Tokë e Diellit po thana. Ç'më the. E bukur. Po, bëri Tokë e Diellit. E bukur, fantastike. Super interesante. Ne do ta vijojmë bisedën se kemi akoma shumë publicitet. Publicitet për të ndjekur 5 sugjerimet ose ndoshta edhe më shumë nga leximtari për këtë javë. Okej. Fjala më e rëndësishme sot është inteligjenca artificiale, për të flitet kudo në të gjithë botën.
të nisim pa humbur kohë me librin e parë, Epoka e Inteligjencës Artificiale, nga 3 mendje të shuara të kohës tonë, Henry Kissinger, Eric Schmidt i Google-it dhe Daniel Hattenlocher. Ky është një libër që është, po themi, baza për të kuptuar më mirë se çfarë është inteligjenca artificiale në ditët tona. Libri i dytë është libri Vala që po vjen, i Mustafa Sulejman, themeluesi, drejtuesi i DeepMind, i cili në këtë libër na tregon se cilat janë rreziqet e inteligjencës artificiale, por njëherësh se cilat janë përfitimet e saj. Inteligjenca artificiale s'është asgjë tjetër, vetëm një valë e re e kohës tonë. Patjetër libri i tretë dhe i fundit të rekomandimeve është Nexus. Me këto 3 libra miq, të sotmen dhe të ardhmen do ta shikoni më qetë, më qartë dhe ta kuptoni më mirë edhe inteligjencën artificiale. Të 3 libra i gjeni tek libraria Leximtari në Tirana Ring Center, por mund t'i porosisni online edhe tek leximtari.al. Njëherë është edhe në rrjetet sociale. Mirë, ja ku jemi rikthyer pas sugjerimeve, librave nga Leximtari. Është momenti që të falenderojmë edhe sponsorat tanë të tjerë, Croissant Bono dhe Kinema Cineplex, padyshim edhe Leximtari Viola. Tani është momenti që ti të më japësh mua një Croissant Bono. Si e do? Do më japësh me lajthi, atë që e ketë cepi tjetër, se më ka marrë uria. Ju e dini kur ju merr uria Croissant Bono. Kjo është me lajthi, po kjo është me vanilje, more. Atë me vanilje, atë me Opa, i kupema. Okej. Ndodhin edhe këto gjëra. Mund të marrësh një vet, mund të japësh edhe një Frederikut nëse Frederiku nuk e ka problem ëmbëlsinë. Ja, nuk është për punë ëmbëlsisë, po domethënë croissantet zakonisht në mjes. Mirë, patjetër. Unë nuk e la mjesin ndoshta pa croissant, po në darkë ja prishi peshkut. E më ja prish me kë. Me croissant peshkut. Janë shumë mira këta kur do herë që ta ndjesh emptiness, është shumë shumë. Tek ushqimet edhe peshku, ë? Bëjmë një publicitet edhe ne. Allora, la meraviglia del croissant vaniglia. Croissant Bono. Vërtet, jo më thot edhe Goni e zgjodhi, po ne kemi folur gjatë këtyre momenteve pak shkëputje për shumë gjëra interesante. Që të gjitha ndodhen, jo të gjitha, po një pjesë. Ja mundu të ndodhen tek ai katalog aty apo jo. Ka, kjo është diçka që tregon për Shqipërinë, përgjithësi për trojet shqiptare, edhe ndoshta pak më larg kufirit shqiptar, por për trojet shqiptare që kanë gjetur shumë të dhëna njerëzit të interesuar, njerëzit që duan të njohin rrënjët, sepse njerëzit po merren akoma me disa gjëra që janë falsifikuar 200 vjet përpara. Për shembull, po janë falsifikuar shumë gjëra, për shembull, Greqia filloi të flisë greqisht 10 vjet para se të vinte shekulli i 20. Me fjalë 1900, para se të vinte 1900. Fillon të flisin grek, sepse flisnin arvanites, 97%. Edhe u qëtërsu, bë një komp, do të thënë, luftë të nxitës me ne. Ku në fakt janë thjesht shqiptarët, siç ishte në Trojë, luftën e Trojës, shqiptarët kundër shqiptarëve ose pellazit kundër pellazëve, ilirët kundër ilirëve. Kështu është kjo punë. Prandaj kjo është botë interesante, ku ti ta ka fal Zoti ku ishin, ai tjetërsohet në diçka tjetër, edhe ti më dhe e bën armik. Sepse ai dhe me kenë më përpara ti ke i not, si puna shqiptare, si ka i not, për shembull, pse ky vëllai me pas pallatin 101 kat, e mos me pasun 102. Po. Këto janë gjëra që ndodhin në fakt, po të shkosh në çdo familje shqiptare do e gjesh një papa një që doni çik më të madh se sa vllajt. Pallatin. Në faqen e parë të atij katalogu është shumë interesant, janë disa shenja që njerëzve mund t'i irritojnë sepse din historinë e shkurtër të svastikas. Svastika, që ta dini ju, kjo shenja këtu, ajo që jena mësuar ka nazizmi, Goebbels ishte komandanti i Hitlerit i medias. Edhe studioi racën ariane dhe pa se gjithë ilirët kanë pas në Moroja, në Parzmore, në Përkrenare, këtë shenjë këtu, që thotë jeta. Kjo është jeta. Zvastika është shenja e jetës. Jetës. Jeta vazhdon të hellë ujë, ajo sillet. Po. Se puna mullirit. Po. Kurse ajo në çdo kënd të zvastikas po të ketë pika, po. Do thënë është vdekja, se nuk sillet më. Kjo është flamuri që është i një qyteti, një zone regionit shqiptar që quhet në veri të Shqipërisë, quhet Bog. Në Bog, po. Bog të Shqipërisë, se ka Bog edhe në Pej. Në mbi Shkodër, zonë mbi Shkodër. Është emërtim pak slavik, se Bog i thon Zotit, a?
Po ne e kanë nëmërtu si mi qenë pushtuar në 700 vjet. Po. Nga Balshajt. Po. Balshajt nga kanë shqiptar. Aty është edhe një kokë dhije? Një kokë dhije që është 23.000 vjet. Është 23 shekuj. Po. 2300 vjet. Po 2300 vjet është një shenjë zodiaku që është predominant në atë kohë. Në atë periudhë, po. Edhe ne na ka kapur në Pirrun e deri me Skënderbeun deri para një viti më duket, na ka kap Britsjapi. Tash kemi hinë në ujor. Okej. Tash jemi në ujor. Pra 23 shekuj është ujori. Prandaj ka drejt, ka vërtetësi, ka gjëra që dalin në pa. Kemi qenë në Britsjap, po. Nga Britsjapi ka qenë gjithçka errët, gënjeshtër. Po. Fake. Okej, pra kjo lidhet me gjithë zgjendën që gjithë që është përdor për njeriu për ta shndërruar njeriu në atë që s'do të ishte. Tash ka dalë gjithçka po del në dritë. Prandaj njerëzit pak të prirur, të drejtësuar ose të ndriçuar ose të iluminuar janë njerëzit që më tepër përndesin shkëndija tek njerëzit tjerë që janë kurështar edhe duke marrë 2-3 premisa arrin vetë në një konkluzion dhe bën vetë përçues të iluministit. Për shembull, kjo është flamuri që thash. Jo shihni dy gjarpëri që kryqëzojnë njëri tjetrin. Ne themi ne kemi shqiponjën. Shqiponja, simbolet e kokës shqiponjës nuk janë koka shqiponjës, sepse nuk ekziston shqiponjë me atë gjuhë gjatë. Shqiponja ka gjuhë mikroskopike 2 mm, që nuk I del as afër gjysmës së cepit. Nuk I del nga sqepi. No. Kurse ne kemi shumë jashtë, është gjarpëri I sofistikuar, që është kjo. 2 gjarpërit. Po. Simas masonëve, 2 gjarpëri, kur koka e gjarpërit të haj bishtin, është fundi bocës. Okej. Që ta sqarojmë pak Frederik për ata që e dëgjojnë. Si ndahen masonët? Se ka 2 ndarje, pra reptilët dhe sot janë 2 grupet e mëdha masonëve që është ka filluar lufta në llojit. Ka disa vite, ne nuk I dim asgjë, ne dim zona 51 për shembull Nevada. Po. Që është zonë që nuk përshkon dot. Vdekje prurse thonë. Nuk mund të kalosh aty. Aty janë to grupet e nuk e dim çfarë bëhet në Siberi tek pjesa e rusëve. Edhe atje ka një mason tjetër. Ku gjithmonë të janë kundërshti të një pjesë e masonëve janë negativ, duan ta azhësojnë njeriu. Dhe ka shumë vite që përdorin luftën, përdorin për çdo 20 të një shekullit, përdorin të zhdukjet mas. Për shembull, kanë qenë kolera, ka qenë murtaja, ka qenë gripe spanjolle, etj. Çdo 1720 kanë mas. 1820. 1920 gripe spanjolle 2020 që erdhi Covidi. Pra janë to prej dikuj vin. Pra më kam arrit të lexoj dhe kam arrit të s'kam pa në bazë studime, në bazë të hulumtim, në bazë të premisave që kena lexuar, janë masonët reptilian, që janë të rrezikshëm për njeriu, ata janë të bardhë, shumë pa, jetojnë ndoshta edhe mes nesh. Shumë prej tyre, po janë si njeriu, për mal janë pak shpesh më të gjatë se sa njeriu zakonshëm. Edhe kurse raca pleiadiane janë të gri. Gri. Ta janë ata që e duan njerëzimin, që e mbrojnë. Prap njerëzimin, duan këto njeriu që kanë krijuar ata të parët, këto të tjerë kanë ardhur më vonë, gjithmonë nga planetet tjera dhe vizitojnë jetën tonë. Pra na jemi thjesht sipas asaj që diun si teori, ne jemi thjesht ajo droni që telekomandon. Edhe ne jemi ato që komandojnë edhe hallet edhe sufrencat tona janë energji për ata. Po atëherë pse jemi? Se kjo është pyetja që ndonjëherë më pse është bateria? Që të funksionojë diçka. Pra, gjithçka, do të thonë bateria është për të funksionuar ku do të telefoni ose elektriku etj. Edhe njeriu jep sufrenca njeriu, kjo energji që jashtë njeriu, jep diçka e jetë, diçka invisible që ti nuk e shef, ai merr nga ne. Shpesh është vërtetuar nga teoritë ndryshme të konspiracionit që kur flemni shpirti kalon dimensione tjera, por nuk është në trup. Të sipërtet, po të kesh ti fshisa e teta, ke një qenie tjetër që është këtu te ti. Ku e feti. Po ta rish ta kapësh atë ose ngrihesh ose bosh shumë iluminum. Interesante. Ose sa thon touch by. Është I prekur nga.
Është i prekur nga po. Pra, Po të duash që të ndihmoj, ma jep mua që unë ta tregoj te kamera dhe ta lëviz faqe më faqe dhe ti do shpjegosh atë se çfarë do shohin në kamera. Nuk e di besoj. Për shembull kjo po ta shoh e kamera aty, E kam te kamera këtu, po. Atëherë aty është Kokallis, është ajo që thash predominanca e shehit Zodiak, ku e kishte edhe Pirro, e kishte edhe Gjergj Kastrioti, e kishte Aleksandri. Pra të gjitha janë brenda këtij Zodiakut që ishte Briciapi. Janë 4 fashat që tregon 4 flamurit, që janë me kokë poshtë, janë fashë, janë fiset. Po, fiset. Merren më tepër me gjuti, thot. Vazhdon jeta në qendër, edhe 2 gjarprit që janë besojnë në shenjtë e Trekansit. Trekansi që është Trinitria. Triniteti, po. Triniteti. Atëherë kjo është flamuri i Bogës. Po. Është 800 vjet, është një stofë e madhe si shumë e trash, si qilim. Gjendet në Shqipëri. Po. Kjo e gjitha po themi. Gjendet. Kemi pastaj tek faqet e tjera. Pastaj këtu kemi një sër të si të rregojmë për gjenezën tonë. Prandaj shpesh ju dëgjoni edhe Fred Sakun, shumë iluminum tjerë, që thotë prardhja jonë, thotë disa gjëra që njerëzit nuk i besojnë, duket ka ardhur utopi, kalojnë jashtë orbitet. Po aty janë shenja që janë gjetur në tatuazhe, në vërreza, edhe në vendin ku janë gjetur janë shërmuar poshtë. Pra janë gjetur shenja e peshkut, që është besimi në kristianizëm. Edhe në Ezikiel, është 25 shekuj përpara Ezikielit pra Krishtit, sipas datës. Pjesa zvastika, jeta vërtet mas piramidës. Piramida është, do të thënë, pas kena qenë përpara. Ne jemi përpara hanës, po ta shohësh më poshtë janë ta shenje. Pastaj janë 6 dim që Anunnaku solli nga planetet tjera 6 femra të bukura, që është ato matrushkat që i kanë rust. Një kukull tek tjetër të tjera. Që bukurinë e njeriut në tokë. Pastaj është Pia. Pia, po. Po, të tëra janë ky sistemi me 8, sepse nëse Saturni është katror i pam në 3 dimensione, e dalin 6 kane. Po. Është katror i parë në 3 dimensione. Si ta shpjegoj? Katror i parë në 3 dimensione që 6 kanësi. 6 kanësh, po. Bashkoj 3 brinje të katror del një katror i parë në cep. Po. Pa qenë është cepi. Edhe është Saturni, kush është Saturni? Kujti afrohet, Satanajt. Kush është Satanaj? Është, po ta shohësh të gjithë hebrejt ma një kub në kokë, të zi. Një kub, këtu. A është tjetër? A është tjetër kubi? Kubi, përpara është me dritë. Ajo është, po ta shohësh në çdo qytet madh botës, është një kubi madh sa një lom, që rri një cep i zi, është kubi, ç'është kubi? Është Hermetika që ke në Mek. Po, qabja, po. Nga ana tjetër. Nga sillet Saturni, sillen njerëzit në Mek. Se i vetmi planet që është kundër, sipas studimeve që kena bënë në Koperniku, që janë rrana, dhe këta më duket. Tanë sillen në këtë anë, kurse ai sill në anën tjetër. Interesante. Hap faqen tjetër. Po, vazhdojmë te faqja tjetër. Po tanë janë tatuazhe që edhe shenja varrezash. Po këto janë shenja varrezash, tatuazhe. Po janë gjetur në Shqipëri, pranë territorit shqiptar. Kjo e fundit më pëlqeu më shumë. Po është një tip që për shembull gjithmonë ta dini senoret ose penis kanë formën e penisit ose senoret. Janë 6 femra që i ka sjell Anunnaku për të dëshuar racin. Pa janë tana shenja që ne i gjejmë edhe tek gjubleta, po nuk e shpjegojmë dot. Nëse nuk e këta një alfabet. Çfarë janë këto shenja? Janë alfabet i gjetur në shpellën e Shën Gjergjit. Ktu në Tiranë, Gamora. Okej. Një shpellë Shën Gjergjit. Aty po thuaj se janë gjitha shkronjat më të vjetra, pak cirilike, pak egjiptiane, pak siriane, pak sumerishte. Janë të tëra kanë koptimin ka edhe svastikën aty, ka edhe fin, ka edhe njeriun, ka edhe X-ën, Elon Muskut. Kurse këte janë disa shkronja, si tipi alfabetit Morse, po që i përdorën nga aliens. Nga aliens? Shkronja aliens janë gjetë në një shpellë prapë këtu në Shqipëri, janë vizatime. Interesante. Vazhdojmë se ka gjëra tjera interesante. Po këtë që është këtë? Okej, dhe mbërrim këtu, çfarë kemi këtu? Ju e dini të tombat e Gramshit, janë shumë të vjetat, janë 150.000 vjetra, flitet. Kanë jetuar njërë gjigant, njërë shumë të përëndishëm,
engjëj, si më thënë arkengjëj, edhe është gjithë kjo piktura me këto shenjat, më rëndësi nuk ajo njeriu ai vizatimi fëminor që mund ta ketë më ai njeriu prehistorik, por kanë këto shenjat të cilët i gjejmë ne në çdo lloj në Egjipt, në Mesopotami, i gjejmë në Marok, Interesante, po. në Sri Lanka, në vendbanive të hershme, ato shenjat. Mjaft interesante. Vazhdojmë. Kjo më pëlqen. Ky rrethi këtu. Kjo është shkrimi rrethor, ku flitet shpesh në enciklopedia që kanë shkruar etruskët, kush janë etruskët. Edhe kanë arritur në konkluzion se Dardanet, pjesa e gjysmës së pellasive tona, Dardanet, siç janë në Ulpiane kanë pas qendrën në Kosovë, Prishtinë. Shkronjat edhe shkrimi rrethor që është përdorur vetëm nga etruskët në Europë. Shumë i vjetër. Pra rrethor është gjetë në shpellë kjo. Dhe bëj një tekst, një tregim për shumë. Një tregim, për shembull, djali filanit ka këtu kam vrar këtë kafshën, ka vrar këtë. Ka bërë luftë me këtë, ka fituar këto lojnat olimpike ta zon këtë garën këtu dhe pastaj u smuri lini një djalë pse vdiq. Tak pika. E gjitha në formë rrethore. Rrethore. Jo kështu, një nga majta ndjat ose ka djatha majtë si është. Interesante. Kemi tjetër? Kemi si s'kemi. Po. Ja ta shohim. Po. Edhe kjo është një tjetër. Kjo është gjetur të shohësh ai, të shenjat. Është njeriu, mashkulli. Po. Ajo është gjarpëri, pra njeriu dhe gjarpëri. Pra njeriu dhe gjarpëri. Bashkëjetesa me reptilin. Kjo është piramida. Po. Reptili, që ishte zoti i piramidës. Po. Sot reptilet janë njerëz shumë dimensional të mëdhenj. Jo gati 10 metra të mëdhenj, po me fytyrë reptilit. Flitet që ka qenë poshtë Vatikanit, ato superkatet poshtë, 10 kat poshtë katakumbëve të Vatikanit, po. Pastaj marrën e Trumpit ai lëvizi prej këtu shkoi në Kazarjan, në Kazakistan. Interesante. Prej nga vin Kazarët. Nuk e di asnjëri nga vin Cezarët. Cezarët, po. Cezarët ishin ato që ishin në luftat e Romës. Po. Okej. Për shumë shekuj ishin që pushtuan gjithë botën. Ata vinë nga një popull që quhet Kazar. Kazarët, po. Prandaj u quhen Cezar. Cezar, a din? Atëherë ato u zhduken, janë popull tartar. Ata ishin shumë më zhvilluar se njerëzit e tjerë, se raca të tjera. Ato kanë shpikur elektricitetin, kanë shpikur shkrirjen metaleve, tabelat e kimisë, ilaçet, jetën e gjatë. Kanë shpikur këto roller skate që kanë sot për shembull rrota kanë shpikar herët me kohë. Pra 200 vjeç. Po. Kanë fotografi këto. Më tjerë. Tërë konspiracionet po janë të vërteta. Mjaft interesante. Po the diçka që më ngeli mendje Koperniku ja ka fut kot. Absolutisht. Absolutisht. Çfarë do të thotë kjo? Po Koperniku bani lëvizjen e planeteve, është vërtet apo jo? Për shembull, toka si është? Toka është gjithmonë një tepsi. Çfarë është ajo? Një është shesht. Është afërsisht. Jo shet flat këtë parësi ato që majnë ebrejt, ajo gjysmë kapuçi, ose papa i Romës, gjysmë kapuçi. Një vogël, atë formë ka. Ai nuk është se po shumë rrethore, po ta shohësh ti po të shkosh në Akropol, është ajo me shtylla, edhe ka i hark, që thotë kjo është perimetri i tokës. Pra e marron paralel sa lëviza, është një vizë ajo, që me sy nuk duket, ajo një 2 mm mund të jetë më në qendër, që kanë bë afërsisht sa është harku i tokës. Pra ajo gjatësisht është një 18 metra më duket. E ka një hark, po ta shohësh me metret me sy kështu me rrezelaze, e shef se është një lëvizje për rreth 3 mm qendër. Pra kështu është harku i tokës. Pa dhe të më kanë kështu, edhe vëllën e shef si bota është kështu. Jo këtë flat, por e harkuar pak thotë si. Tash normal që mas Himalajave ti zoti me pa çfarë bëhet në Gin. Sepse janë shumë në alta, ose po diun, ti mas dajti s'din çfarë bëhet në mal me groba. E vërtet. Po aty çfarë kemi? Se kjo është pema e gjuve. Që më thej që parë, po. Shikoj vet. Po. Kjo është një studim i studiuesve botënor, për shembull ke John von Hein që ka enciklopedin për gjuhën Pellazia. Trungu i madh është
trungu i madh Shqipja. është Shqipja. Për në fund fare, me fjala ferrajve është Shqipja. Pastaj majtas i qik më lart ke armenishte. Ja, këtej. Pastaj djathas, me ty djathas po me ne majtas është greqishtja. Pastaj vjen gjuhët iranike, pra perse, mandej vjen gjuhët slavike me radhë, pra gjermanike. Vjen prej Shqipës, gjuhët gjermanike. Mandej prej gjermanike vjen anglishtet me gjuhët anglishte me radhë. Interesante. Si nisi këto studime, Frederik? Kam që fëmijë, kam kënë kurioztar, të dija diçka më tepër nga qisha i Zoti me perceptu, edhe me të thana, me ato libra që ne jep të shkolla dhe lexoj jashtë klasë, ka qenë ato librat e famshëm, duhet të di gjithçka. Ato çuditërisht vinin nga bota e përtejme që na dukeshin utopi, se të jepshë ka të dhëna. Pra atë që nuk do ta perceptonim kur, nuk do ta preknim kur, ishte, më thonë, një guxim i madh, po ne na vleti shumë në formimin tonë. Pra ti beson tek bota e përtejme, beson që pasi përfundon. Ja, bota e përtejme nga që ishim të rrethuar. Okej. Ishte një botë tjetër, pak më materiale, do të thonë që ne ishim të rrethuar në një botë izoluar, nga një izolim, po fliste për kuriozitete, kush ishin mrekullitë e botës, ne nuk e dinim. Po, ç'është, pse ke kuptuar. Nuk e dinim Torre Eiffel, nuk e dinim ku diun Taj Mahali, nuk e dinim piramidat, i dinim kështu në mënyrë skeptike, po janë mrekullitë e botës. Kështu aty të jepte gjithçka, pse nxitimi Irania lirë trupave ka këtë shpejtësi, pse merr sa dush me kanë pesha, aq është nxitimi, nuk është më shumë. Po, me që ishim tek edhe bota tjetër e përtejme për cilën flitet shpesh, po aty beson që ne kalojmë në një proces tjetër, rikthehemi në një lloj forme tjetër. Gjithmonë cikël, jeta është një lloj cikli, të cilën për shembull po të vazhdoj embrioni që në pjesën e parë një qelizore që është veza me godicin, ato rriten brenda një grebulli të nanës për 9 muaj me shpejtësinë marramendse gati shpejtësinë e dritës. Rritet ajo embrion, për 9 muaj kaq. Sikur të vazhdon të thotë vetëm një muaj, masi të dalin fëmija në jetë. Të vazhdoj me të njëjtën rritje, fëmija do të ishte 5 kaç. Për një muaj i madh. Imagjino çfarë energjiet e si janë të llogarit. Ajo shpejtësi rritje. Inerci shpejtësi rritet. Edhe një muaj mbasi fëmia del, do ishte po 5 katë. Fëmia. Ti ke pas shumë shpesh filma që rritet i fëmijë mollë, botë këtij mollë, ke pas që janë sepse është studiuar. Pra domethënë kaq shpejtësi ka rritja brenda, prandaj themun që nana është kryesore në jetën tonë. Edhe njeriu mashkull nga që ishte shumë domethënë ndjetë veten trusninë e inferioritetit, e krijoi Zotin vetë, se njeriu ka krijuar Zotin, s'ka krijuar Zoti fe, krijoi Zotin mashkull. Edhe Dio, God është mashkull. Nga që ndjetë veten shumë inferior me femrën, sepse femra merret me Pra femra është Zoti. Absolutisht, është për ripërtisje. Ha më Viola. Po jam mos e marrim në mënyrë skeptike, është krijuesja e jetës. Ajo rrit fëmijën, edukon fëmijën. Jo, unë nuk jam fare skeptike, unë besoj plotësisht. Natyrisht. Nëse kishte si të ishte ndryshe. Nëse aty fol për atë është barazinë gjinore. Aty është tjetër gjë. Ajo barazia gjinore, mos e na krijon skuta të tjera. Por unë po flas për, domethënë gjithësia është femra ishte, domethënë që zgjodhi vetë Anunnaku, që është ai pari që solli njërin në shpellë ose njërin primitiv, e bëri me këtë ngjësinë që kemi ne sot, jalla të vetë ndjen koshiencën, mendimin dhe mundësinë me u thellu deri në 5% trurit. Më tepër s'mundet, më i zgjuari 5%. Gjithë hapësirat jetë 95%, po flasim për Einsteinin e për këto personalitetet të mëdha deri në 5%. GDP-ja e trurit. E vërtetë është. Pra deri në 5% nuk mund më tepër. Atëherë ai talla deri aty. Pra po kurse atë ripërtritjen ose do të thonë gatishmërinë e burrit për qenë i gatshëm për shtu jetën është 365 ditë. Pra në çdo kohë. Të kafsha nuk është. Të reptilet nuk është, krokodile është, kaq kohë. Domethënë ne burrat jemi 365 ditë gati. Sipas racave në përgjithësi është kjo. Më tepër. Si sipas racave? Jo ndryshon nga raca në racë. Ja ti përmendim disa raca. Për shkak ndryshon, pse themi mashkulli ose janë të ftoftë gjermanik, to ku diun.
Jo, ne mendojmë që lidhet me halo. Po gjithmonë me gjenetike, me ripërtritjen, sepse njeriu është i krijuar për tu ripërulluar, jo për të krijuar bombën atomike ose për të krijuar telefonin. Është për tu ripërulluar. Domethënë këta gjermanikët Kjo ka qenë qëllimi i parë. Tash është qëllimi i dytë që ta ndryshojnë më këtë njerëj e ta zhdukun këtë rasën përgjithësi të majnë sa njerëz me këto vaksina që i kanë bë që të rezistojnë, të futet ai njeriu hibrid pastaj, futet Tailand hibride. Më qëndro këtu tani se nisem me këta veriorët nordikët, gjermanikët. Këta s'janë s'duken mirë, domethënë. Me numra, nëse i marrin me numra. Këtyre është lak baruti. Gjenetika, me pak fjalë kështu thotë në Diber ose në zonat tona. Edhe ata kanë 4000 herë gjatë jetës tyre, do të janë të gatshëm për pa asnjë lloj ndikimi të jashtë, do të thënë të natyrshme, pa Viagra, pa këto filmat erotik, pa balet, belly dance, ata do të thonë ata janë të gatshëm 4000 herë. Pastaj i shtot 2-3 herë me këto superfacientët kemik, pastaj 1000 herë me këto. Me një çik alkool Pa ma, ja, nuk është alkooli nuk është përqyesi mirë i kësaj. Në fakt po ke të drejtë, nuk është ide e mirë, nuk mos e. Si ke raportet me alkoolin? Unë do pyesja për raportet e tjera. Shumë më pak në jetën time se sa do thonë njerëzit që spin as pak. Mos më dilte alkooli, se do dalim me tek alkooli. Po të ulemi pak këtej nga jugu pastaj se jam kurioz më burr. Ja, do rasa shqiptare, gjenetikisht kjo është e vërtetë, është thonë në Institutin e Gjermanisë edhe në Kalifornia. Është e vërtetë që ka deri në 12000 herë gjatë gjithë jetës si pas një lloj do thënë aksesori nimës. Po 12000 herë të gatshëm. I gatshëm, do thënë yes, struggle with that. Yes. I'm ready. Mandej shtohet edhe me për shembull tash pa kalojmë në inshallah kanë flet fija. Domethënë po ta shohësh sa më nordik ti jesh as më pak ka menstruar. E kuptoj. Sepse është njeriu si bateria. E kuptoj. Ti kot thonë të vrapo se ti ke një bateri që ti pa harxhon. Harxhon energji tepër. Ose domethënë fekondo ti ke caktuar me bateri. Ai që ke aty. Pra dhe abuzimi në të rasentet është gabim. Tani, përpara se të bëj pyetjen tjetër, meqense Frederiku foli për gratë me gjitha vlerësimet, doja të pyesë, të vjen keq të them Bob Dylan i shqiptar. Unë pyes, po mendoja duke folur edhe kompozitor. Se ti Bob Dylan kur është Frederik Ndoci. Jo, patjetër, nuk e diskutoj. Pa një popull të vogël është një emërtim i madh. Okej, po, qartë. Pa një Bob Dylan do ishte kënë shumë i lumtur. Mendoj, kantautor, kompozitor, instrumentist, solist, vokalist, edhe aktor. Edhe aktor, prandaj thash nuk ka bërë poezi. Ke bërë poezi? 360, ë? Po. Më fal, po 360 poezi është sa krijimtaria e ndonjë shkrimtari, apo çfarë thonë, e ndonjë poeti, si shumë poezi, edhe janë botuar, sepse janë disa gjëra, disa kështu fenomene, për shembull, pse kënon burri? Pse? Se nuk qanë dot. Sa e bukur. E bukur kjo. Nëpërmjet këngës ai mundohet me kallëzuar të shpirtin që po i qanë, aq është tamam. Që den, ai që thot fjalët edhe. Cila është kënga që jo që ke qarë, po ke qarë, tamam. Pra që nuk qaje dot, le ta themi dhe e the aty e plaset e kënga gjithë. Tash unë ta thash parë për shembull Tokë e diellit. Okej. Po të them tekstin ty. Bus kaltërsis, ja një shelk thon se loton. Pran bukuris, ja një yll, rrin dhe andron. Në çdo ujvar, karelet, era vjen në shkon. Në çdo shqipojnë, kush jeton. Për liria, nëse kishim. E bukur. Thik me dy presa. Fjala liri, lin një botën ndryshon, dhe në çdo kohë mi jeton. O Tokë e diellit, ku i ke pranverët. Se ne përna ishim disë numera, vra, se morën vërshmin parë ta në Shqipëri e lasaj. Se morën? Pa, se morën, ishte thik me dy presa. Pa ta shosh tekstin ti, si është liu këtë tekst para në diktaturë mu thanë, është thik me dy presa. Absolutisht. Absolutisht. Me që atë ndodhi, nuk të rrezikoj kjo. Jo, që ishte po, ne ishim ka autorë, këtana, pa ishte thik e thonë bukur. Sa që asë kohë drejtori më thoshte mu, më thuj,
thuje o Shqipëri. Jo Tokë e Diellit. Okej. Edhe unë prap po e thash. Pastaj më thash gjithmonë Tokë e Diellit. Tokë e Diellit tanë kohën edhe e thonë pse ta harro tash përçet në rumë se hajt okay. Se do të gjizojmë ta bëjmë se bon atje. Doja të ndalesha pak, më falë, Gonzo, do ta kemi një pyetje tjetër. Të them tjetër. Gjitha këngët e mia janë me domethënie, kanë një fabul. Po. Për shembull Bitë e Liris. Jo, ti mos më pyet pse der lot. Diku në takim nuk shkoi dashuria. Rivran Romeon, Rivran Julietën, Rivran. Mimërinë e dim se do fitoj dashuria. Sytë e bukur kudo, i ka rinia, por ja, diku kërkojnë t'ja verbojnë. Ajo vetëm me 2 gishta ngritur lart, në atë heshje që kumbon. Në botë kërkon veç demokraci. Liri zjarri ëndrës, liri gjuhë nënës, liri krahi ëndrës, në çdo gjuhë të kuptojnë vetëm në shqip jo. Libertà. A çan burri pra thash, nuk aty ku del lot burri kënon. E vërtetë. Për atë lirinë e munguar. Metaforë e bukur. Shumë metaforë e bukur. Shumë e bukur. Po, doja të ndalesha pak se edhe Eurovisioni ka qenë edhe është gjithmonë një tematikë shumë e diskutuar në Shqipëri. Si genre. Kënga ime ishte gjithmonë prap ajo pjesa që thot diçka. Po, e drejtë, shumë e drejtë. Dikur për të mos ardhur kurr, e ktheva shpinën dhe holla një gur. Kështu bënin pellazgët kur iknin nga një shpellë që kishte shumë smundje. Mo duk se jeta mori nur, sa shumeca nuk nala kurr. Fantastik. Mirë në guri gjeta dhe prandaj nga erdha ktheva gjoksin. Mira njerëz për lotun një gur kërkonin. Kthema zot, kthema mallin që ma morë kur më nise larg. Pra ka Falma zot është apo është pjesë e refrenit dytë pastaj. Kthema mallin që ma morin kur më nise larg. Pra kishte domethënë që për Europën ishte utopi, për ato organizatorë që janë LGDB. Atje ishte utopia ajo. Në vendin e 17 në mos gaboj. Jo, renditja mas votës popullore gjatë... Jo, po i referohem atij votimit që është ai shumë i diskutuar. Po, i shtat me po ka dalë. Sa i drejtë është ky Eurovisioni se ka... Ai dëmimi Marta janë peshore që na kanë ardhur. Ne një popull si thash, kur kalon elefanti që kalon i qime, a kthehet me pa si popull i vogël jemi në botë. Ne po bëjmë shumë përshtypje sot në botë. Edhe po bëna shumë bumerang për të mirën e atyre që s'na duan, sepse ato po vrasin veten duke cituar që Shqipëria është shprehje gjeografike, diçka ku njerëz me bisht kanë dalë gjithkohës, njerëz kontrabandistë, njerëz mafios. Është racë zgjuar, po më të zgjuarit në botë kanë qenë, që kanë bëu gjatë më të këqija në botë kanë qenë në vitet 30, 930 kanë qenë populli që s'e thën. Ato të tjerë, në Gjermani. Po. Jemi shumë të përulur. Në Gjermani ka qenë një popull që është ebrej, ata kanë kriju shitjen e fëmijëve, pedofilin, shtëpitë publike, me fjalë shitjen e organeve, janë shit për tyre. Po ti pse shkove aq larg më punë? Okej. Po pi fjuj se. Jo, po të duash hiqi kufjet nëse ke bezdim me qëndlirshëm. Po se s'na ndjen ndryshe. Absolutisht, deta që a fillon për fillimit. Ja më më pengon apo mos. Okej, super. Është mekanike. Super fare atëherë. Pra, në Eurovision, sa duket asnjëherë s'ka qenë drejt për Shqipërinë, ne kemi një lloj përulje. Se duhet me marr pjesën e gazetave. Kjo është pjesë gazetë që po thudi. Do mund të më kenë pak më social. Atë është një përkushtim ose një patente blerë nga një grup i caktuar i barazisë gjinore. Okej, jo këtë nuk di të ta them po ose. Po janë LGDB më atje që kanë mas 6 vjetësh që doli ata e blen. Pra është manifestimi më i madh në botë që bojnë ata në një ambient që quhet muzikor. Dhe të organizuar që quhet edhe festival evropian. Pra nëse ti nuk je pjesë si grup shtetier në organizatën e tyre, ti gjithmonë do të renditesh nën 15. Nëse ti nuk je vetë gay, do renditesh në 12. Rasia ty të çon edhe në shpallin tënde ose në pjesë në vende pak më ndryshe, plus edhe lobimi. Për shembull, flitet se është lobuar shpesh në festivalet evropiane nga shtetet që janë gjeografikisht të njëjtë.
Për shembull, shtetet e ruse gjithmonë njëri tjetrit japin 987, 987, e bëjmë me fjalë të japim rusit këtë radhë, japim ku diun Lituanis, pra kështu veprojët. Pastaj shtetet centrale të njëjtën gjë bojnë me Luksemburgu ka marrë 5 herë, se ka kanë Central Europë. Pra e kanë dhënë Francë, kanë dhënë ka 8 pikë, më këtë në fund, këtë i pari. Ose 12 pikë po them të fund. Po, kanë Luksemburgu më 5 herë. Pastaj shtetet organizuese që e kanë krijuar në fillim është Anglia, Holanda, Gjermania, Italia, Franca. Ishin 5 shtete që e krijuan në fillim. Po gjithmonë mbetet është njësoj si më shku një futbollist i mall me lujt me këpucë të një futbollisti tjetër në një shtet tjetër. Po kjo është ai puna e artistit mall për shembull që merr pjesë në aktivitet. Sa do me keni mirë ti, gjithmonë do të jesh turistëninë atyre. E vërtetë është. Po të them vetëm një fakt që është i vërtetë. Okej. Kur kemi qenë në Helsinki, na bëni përshtypje sepse aty kishte klube që vënin bast, cila këngë fiton. Në Eurovision. Po. Edhe me kamera, me radiolizion shqiptar, ka qenë Dot Biba, indierianin Dot Biba që ka vdek, kameraman edhe gazetar, kurioz të dy, mund të kemi një 150 klube që vënin baste. Edhe kënga ime ishte restauruar në vend parë, tarkohen, në vend dytë, që mos baste që ishin në vend, do ta fitoj kjo këngë. Ja ty fol 10 ditë para festivalit. Pra, e dini, do fitoj Brazili, kampionatin botëror. E dini, do të mendoj që Fredriko ndoshta për këtë pastaj luhet me këto si në futboll. Me këto si në futboll. Si thotë Wall Street. Fjalë industri që fitojnë diçka, janë crawl down tan ata që janë vu parë për mua. Janë crawl down e ka fituar që Po publiku të deshi edhe këtë e tregoj. Ka pasur pulla posta. Ka edhe pull posta, po. Po, interesante shumë. Atje në Suomi, Finland, si quhet ai populli atje. Do shoh aty pulla, po si ka marrë një 20 copë, kushtonin, nuk ka se s'kishe para me marrë më tepër, në vitet torp, me marrë veten. Me marrë veten. Pull posta të gjapu, e kam ndrujtur në një 10. Në ashtu, keni edhe këto. Interesante. Po. Ti fole për gratë dhe gjithë karrierën tënde unë kam i perceptim mjaft, po them që e ke erosin pjesë të këngës patjetër, se është e dukshme të filmit, të kinematografisë, të poezisë, të ndjeshmërisë tënde të thellë artistike. Si e ke marrëdhënien me gratë? Ese gjithmonë më gëzon emrin jo që është Egon. Ka shumë në mëri vjetër, po pyetet i bën tamam si mos epokës kur ka kanë i parë Egon në botë. Janë pak lashta si pyetje, po çka janë si, po sa leverdiet ka për shembull ton ky artist i mall me disë, unë njeriu është i krijuar, thash, për të dashuruar, për të shumuar. A dën kjo është e para. Po, a ndryshon dashuria nga një fazë jetës tek një fazë tjetër? Domethënë, është është dashuria një ndjenjë që kalon dhe piqet. Pra, nëse ti dikur shkon dhe plasesh në tokë për njëri që e do, vras dhe vetën. Tash i do me morë tabu ose eksplorate premet. Njëru në jetë dashuron 3 herë. Faza parë është papa. Dhe morë është trinitëria. Pra ne kanë vënë 3-shin. Ta shoh tashin çfarë faze jam unë. Faza parë dashurisë është ajo fulmi në rinë e hershme që vjen edhe nuk të shqitet lehtë. Pastaj zhgënjimet. Pastaj vjen një zhgënjime sepse gjithmonë janë 2 vetë që do të jenë do të mesh do patjetër përputhen me njëri tjetrin në filet. Pastaj vjen në dashuria e dytë që është shpesh është pasojë nga mungesa e parës, nga dështimi i parës edhe nisesh nga që je i perceptuar me koshiencë, pra ti tash i materialist. E fillon e interesi jot me materialist për të kapur dytën, për të kap zogun e fluturum. Edhe e dyta është desiluzion. Pastaj vjen një periudhë kohë që ti je i pjekur në tanasencet edhe pret se mos ringjallet diçka. Po tashmë je i humbur në atë idenë që ti mund ta gjesh më. I humbur në idenë që mund ta gjesh. Mund ta gjesh, po, aty ndodh sparkling, edhe shef që ju jeni kriju se s'ka më kohë as ndërë që gabimesh as kur jetë një fazë shumë të pjekur të jetës ku gjithçka bëhet vetëm huset. Aty ky do ishte ti më mirë
po t'ishe në adoleshencën e hershme. Ky njeriu që vetëm tash sot për shembull një çift që marton në adoleshent, del fëmia, ka periudhë që del fëmia dhe ja rrasin njëri tjetrin. Kështu quhet me thënë gjuhën e popullit. Pa ti ja rras fëmin gruas, zemra se kam I punë ashtu gruaja thotë, "Më të merr shkan me pi kafe ose me pa telefon." Pra do të thënë është thjesht nuk din që kanë një krijesë në dorë, është varet ajo krijesë e ardhmë aty varet nga ty, sa afër I rrin, sa bën për vete. Pa e lënë fëmin gjysmë të rishtuar. Edhe shpesh fëmia përfundon me një prind. Edhe dëshiron tjetrin, pra nuk janë fatkeqësi. Gjithku I ka ndodhur. Pastaj vjen faza e dytë që të thash është pjesa e materialit, si ç'a mundem me bën me këtë, kjo është prejardhje vjen prej kësaj familje si kështu ose Allah ja ka interes se ti pra janë të dy interesat që me koshiencë vjen për materie, materializëm, thjesht edhe për atë që është domosdoshmëri që patjetër. Instinkti. Kurse faza e tretë tash ti e kupton që jeta nuk ka kohë më mush dyshekti, me parë, që po duhen ty shneti, që po duhet më tepër të ka falë Zoti, pa fillon kelon në rakinë, kelon gjitha gjëra të zonë, kelon pijen, kelon stupefacente. Edhe je kot një vegetarian, që po bëu tak ndodhi spakin, atë ti fillon çka ki po gabimet para, çka ki po dytë, çka vërtet, çka kanë 100 herë gabime, ti fillon bosh më precioz. Edhe ti bosh më I mirë I globit. Për atë edhe ajo për ty. Është një fazë thellësisht shpirtërore, po flasim. Ju jeni tek dashuria e tretë e jetës tani kam përshtypjen. Po, më kanë që jeni matematician edhe I numëroni. Me logjikë bie që dihet. Jo, po, cili mashkull është quhet normal nëse numëron dashuritë ose femrat. Është utopia, është ignorancë. Jo, e kishte do gabuar të mashkullit në duken as me kanë impotente na, si numërojmë numra. Ata thonë për shembull kam pas 364 dash në orë, I tham shqyr si s'po vend në pistolet, do thonë sa ke pas. Jo, me fazën e kisha unë, me fazën. Sa dashur ke pas, atë do të hajde thuaj numër me 49 shifra. S'keni. Pa ne gjithmonë reciprociteti I marrëdhënies shpirtërore është I barabartë, I pjesëtueshëm. Është si puna kromozomeve, 23-24. Pra nuk I diet njëri ka më shumë pikë, tjetri më pak, por gjithmonë është marrëdhënie ndërsjell. Pra janë të lumtur në çdo kohë që kalon një çift. Ti s'mund të thuash se dashuria parë ishte më mirë se e dyta, ose e treta është më mirë se e dytë para, por është ignorancë, gjithsesi kanë fazën e vet. Ku je ti më mirë tek këto? Nuk po krahasojmë. Pra, ku ti e ndjen veten që po gjithmonë kur je më I pjekur, domethënë gjërat ndodhin më me arsye. Ti atë ndodhin pak më instinkt, më pak arsye. Pra unë ta thash këtë se kuptova, unë thash që kur je në adoleshencë din shumë gjëra. Ti thjesht instinkti bëhet premis. Pastaj e dyta ne shihnim çfarë disa nga materialet tuaja dhe aty mes tyre lexova diçka që fliste për adoleshencën. Nuk e kujtoj dot tani eksaktësisht. Po. Ishte një përshkrim për adoleshencën si fazë. Mos është poezi? Nuk di të ta them se mos është në ishte diku aty dhe e lexova që e ruanit mes materialeve. Okay, perhaps janë poezitë mia janë po. Ishte ajo ishte me shkronja pak më të mëdha se të tjerat. Oh. Ma sa kanë gjë që dosh me thonë kuj për I larg. Ja po kështu. Ja, mua duhet ma tregoni me ato shkronja se unë nuk e shoh mirë kështu nga larg. Patjetër do Zoti e gjejmë, se po na kalon video. Ja tek. Çfarë është? Tani edhe një herë kjo. Okej. Kjo është një serie, unë shkruaj shumë se. Adoleshenca është ura magjike midis fëmijërisë së lirë dhe botës komplekse të rriturve. Ajo mbushet me emocionet e para, me sytë e ëndrave që fluturojnë nga mendja drejt yjeve dhe me shpirtin kurioz që kërkon të zbuloj veten. Shumë e bukur. Unë kam shumë ese, nëse më ndiqni në këto mediat sociale që janë sot, unë më tepër mundohem që sepse është një fenomen që thuhet, gjithmonë njerëzit që janë të iluminuar për vete kanë qejf të përhapin sa më shumë drejt të tjerët. Pra, njerëzit sot mjaftohen me thonë për shembull, ti je komunist ose ti je idiot me tjerë, kupton? Pra, me dy emërtime metafizik. Unë mundohem me thënë që unë jam nacionalist, kush më bën për vendin tim, është partia më mirë e mia.
Dhe tjetë si një vëmë partia, se që duhet në qose ti bën për vendin të më bën Shqipërinë e lumë, të bën mu krenar me qenë të mos me qenë i dëshpëruar pse unë rinjë të vend të keq. Nuk është ajo që e du. Sot për shembull dikur na jem thoshin mu artisti mall. Se nuk flet mirë italisht nga thosh Albania. Albania? Lo sai dove si trova? Sì, thosh Estonia, më shifte në sy mu ku punalim. Estonia. Latvia, Estonia, Litvia, Bielorusia. Ja futë kote shkoti Azerbajxhan të i poshtë. Pasë vjemë e thoqe ke përballë barit, kush është? Montenegro. No, Greqia. Jo me thoshën, është i shtetë me Montenegro. Kosovo. Po njoj, thoshën. është i tjetë më afer. Se që, Albania, Albania. A kupton, një ignoranca, izolimi jonë bënë atë që njëzit atër, ose kur ishe në vërvendë kështu, artisti më nga i vendi nga Shqipëria. Okej. Po sa Shqipëria do të pa kulturë, pa kulturë. Kush ka kriju Romën, thonë? Pa bra. Ata fëmijët Romën le të unë ishin fëmijët e rrokit, në për deti, zuri deti, dole më tanë. Jo, pas të mirë thoshe, si ka në deti i Romës? Tireni. Be, pa thash prej Romës, a i duket me ka një vizë. Po. Sa ty është 500 metra, aty janë dalë 4 metra, pra ti rren. Ti rren. Ti nuk je i qetë, po ti gënjen. Liguria, gjithë bregu i Ligurias, detit Ligurias, marë Liguria, janë ato, si qënë ato, ligatinat. Po, bëtë si lëkura nga algat. Algat bënë si lëkura të kartonit. Këtë bregu, vishet, nuk duket dheu, duket, edhe duket si lëkura, Liguria. Interesante. A keni kanë ndonjë breg det Ligurës? Jo, këtë gurët e gjithë shka është veshur si me karton trashu. Sepse është vetë algat e tilla që vinë nga... Interesante. Po, janë në mërtime të punime tona. Greqin kush e bëni? Pa, pra, Greqin, thotë. Po, merë, thonë, ju lexoni, shihni, ne kemi qenë parë. Na kanë natë se jemi të mirë. Ja, kemi qenë etrushkët, kemi qenë Enea, jo kryu Roma, nga vinde. Nga Troja, kush është libri që ka zjarë kjo është serb që ka zjarë librin, po ka thënë mos e kërkoni Trojën as në Turqi, as kërkoni është në Shkodër. Po, është një teori. Studimaj, jo teoria, studim. Homeri thotë ishin një vend thotë ku janë 3 lumej, që lagin kalan, që vjet nga deti në për lumë. Ma thu një vend thotë përveç 3 lumej nuk janë në Francë, është një në tot Sena, lumi Sena, ose në Rini në Gjermani edhe notohet. Po thot 3 lume që i bashkon poshtë kalas nuk e ke kërkuar vetë në Shqipëri. Po. As një vend bosët, as në Laos, as në Vietnam, as në Indi, as janë 3 lume. Aty bashkohet Kiri, Buna dhe Drini. Dhe Drini, po. Aty e vërtet është. Pastaj emrat e këtyne trojanëve. I pari i tyre ishte Priam. Pris. Jam duke prirë, jam prirësi. Djali i moll e kishte emrin Hektor. I dyti kishte Paridi. Do të thënë, ajo... Vajza ishte Kassandra. Po, thot, besnutit e tyre, thot, ata vinin nga mendimet të ndryshme filozofike, ku djali i dytë bosh mret. Djali i parë ishte general lufte. Se po t'ishte djali i parë mret, a i vrite babën sa u votët 14 vjeç. Për me bom me marë mërnin. Pra, ky pari rrute bilancat mes të dy vllajt vogël dhe mretit. Pra, leta me derë, sa të kalbesh, të rëzosh, vetë atë vitet, ky ishte generali luftës. I thanë Hektor. Pse? Mos di në luftë me Akilin, duel me Akilin. Pra, kishte emrin Hektor. Hiqdor. Pellaske, Hektor. Interesant. Pari di, ti pari, do t'jesh ti mreti. Pra, janë tëna, ose Akili, a i qilit. Ashtë i qilit. Qellor, po. Akili, të gjitha e kanë. Elenion. Po të shohësh pak. Ylion të tek, na thona yli i ri. Yli i ri, ata Ilion, Ylion. Interesante. Okej, janë me këta gjëra ne rrim 19 ditë inshallah se janë mërzitë njerëzit inshallah. Të thonë në arsen mërzit, e kanë thënë një vend që janë të morat kënaqësinë vet. Do të jetë mirë edhe kënaqësia që merrni, po këtu keni çik sot
jashtë asaj që di me bon, për shembull, një këngë, Po një këngë të na e këndosh. një barsolete. Ose një barsoledo, na e thuash. A doni me luftë? Me Si luftë. dush. Me luftë duam, me luftë duam, jepi. Si ta ndjesh? Se një shkodran edhe i barsolete tregon edhe i këngë këndon. Ishte dy pleq, edhe thot, atë kujtohet kur kena kënë tri, më dhe, po, kujtohet. Atë kujtohet, marrë pas në një, thot ta, kur i boshim gratë me bërtit në qeks. Po, më thot, unë e bëj prapë. Kur më drëve tjeti, 83. Ta të ti me bërtit, që halë ti, po. Thot, më ta ka zaj, më i të shumë, se, hana, thot, që banë. I thëmë grus, së më ndën? Me vrap poshtë, ullëm, blej 2 kavanoza me Nutella. Një të pëse më domin gjytë, avash, qek. Hapi dhe, ka ndës 400, shiri. Edhe, është gjysëm shtrirë aty. Ha, pa kur, për pra? Marë. Hapi kavanozë Nutellës. E ja baj këtu. Pa grusë. Haj pra kur këtë s'pëdurë dhe këtë jetë atin, për të marbuar, kur fillën diqa me lëviz, me vrap shkete perdja e dritares, atë do e fshi durtët. Në këtë momentet fillën gruja, A doje me bërtit? atë papa, E bukur. Po si kur ta mbylli me një këngë? Si mendon? A kene i dajri du? Dajre jo, po. Dajre, se di që vegle kemi këtu në fakt, ja të shof njerë. Ja, s'kemi. po Veç bëjmë- lugës. Po bëjmë kontrollin, po. A luga është vegët, Edhe luga është vegët, po. E kemi kështu, po i kemi të vogla, nuk janë të të përdorshme. Të baterisi kemi këto, shkopinë të Ja se po baterisë. përpiqen çuna të gjeni gjë që ta Do zoti ky përdorin. vitri. Kemi shkopinë të baterisë. Kemi shkopinë të Ale. baterisë, a? Do zoti këtë vit do e pësjell një instrument vitiri. Oh, faleminderit Hajde. shumë. Nëse ma këto, keni 400 këngë të mia, një mund të marrë një këngë për i tyra dhe vene aty do që të ndëgjojmë. Për dhe që të ndëgjume. Po ne do ta donim nga ty kështu direkt. Po, shike ka e punë, po keni pare me hellë ju të ri. Po i duhet në i pare. Po i duhet në i. E ke të shtrenjtë. So, Vari nga orari. sa ke notën. Sa ke a që si margoj kongën. Nëse janë shumë, me zgjell një prej 400 kongëve për është shumë e vështirë. Po, unë di, edhe pse është e vërtet, janë shumë, po, sytë tu... Është një këngë që ti mund të mendosh që është më e bukur, pa është. Jo. Nër më të bukur po. Kam këngë tjera sa dush. Po. Mua për shumë më pëlqen shumë kaçurelat e tua. Jam me sakt me titullin? Ti je shumë në rregull sepse nga që i ke bo flok kaçurela këtë javë. Jo, Ishte i kam. është kasurele vetë. Jo, pa prandaj nga zbo, me dali vjeç. Nëse natyra të fali, bardhë si bora. Gjyrë tjetër? E bërë. E barë. O, për më steje, jetën e bora. O, së dy syt, mi kanë vërbu e moj, kaçurelat e tu. Kaçurelat e tu. Strofa 2, strofa 8. Ja dini këtë këngë, është ka një histori shumë të përmashme. Cila është? Kjo kaçurelat, historia e saj. Ishte një djalë shkodraн që kishte marrë shkollën në Itali, muzikant, shumë i mirë, kënonte bukur, i mbi të instrumenteve. Po një shok i vetë e paditje dhe kapi regjimin në 46-47. Në burg, ky lat fejumen, që e kishte kaçurele. Edhe e pa u vetëm se po se torturonin, a ke parasysh për vitet fundit ky shkruan në letra cigaret, shumë pentagramin edhe poezinë e kësaj. Edhe e nxjerr nga burgu, te Instin. Të kanë, e kanë nxjerr nga burgu, ja ka kushtuar asaj. Ai diç pasaj në burg. Kjo martu me dhe kënë tjetër, për të më dhenë, aja ka kushtu asaj. Shumë e bukur. Dhe se dhe mi që u mbushën me lo. Asaj, ma dhe. Shumë është e vërtet. Po, dhe shumë prekse. Shumë.
Falenderojmë shumë, ishte shumë kënaqësi. Tani do kemi një sugjerim nga Cineplexi. Çfarë do kemi këtë javë, Maegon? Këtë javë na duke nisur nga nesër 18 dhjetor 2025 vjen kusht tjetër përveç se Avatar 3 Fire and Ash. Avatar pra zjarr dhe hi i regjisorit të madh James Cameron është vazhdimi i sagës Avatar që ka nisur përpara vitit 2010 e ka vazhduar në vitin 2022 me Avatar 2 dhe pikërisht nga nesër në Kinema Cineplex shkoni, merrni biletën, zgjidhni ulsen për të parë Avatar Fire and Ash vetëm në Kinema Cineplex. Tani bileta ku është? Ku është bileta? Ku është bileta më? Ku është bileta? Bileta. Si e ke marrëdhënien me kineman, shkon shef, tani unë e di që ti je aktor vetë dhe ke luajtur. Nëse gjithmonë ne kemi patur filma të tërë që është folur për tërë këto që kena folni deri tash, edhe që kena marrë vesh. Po. Kanë qenë të dhënat për këtë botën e Matrixit, edhe këtë botën Faleminderit Arten. që proklamohet. Pra, domethënë tash po i rishof gjitha filmet, tash veç më mbrojtsin më tepër, më betonizojnë më tepër ato që unë di sot. Për këto filmit Avatar, pavarësisht janë sa fantascience, janë gjëra që janë to jetët që thash në këto kontinentet jashtë. Po. Jashtë këtij 5 kontinentit tonë, pra janë në këto 26 kontinente tjera që ekzistojnë. Pra në jetët të tjera që ne kemi border që mos u shku atje, ata nuk vinë këtej. Shpesh vinë ata se s'kan problem, janë më të avancuar se ne, po ne nuk mund të shkojmë atje. Pikërisht. Se ata kanë krijuar muret e arbërolët. Kjo nëse dëshiron të shikosh Avatar apo çfarë do lloj filmi, kjo është bileta dhurat nga Cineplex për ty Frederik, është bilet dyshe, mund të shkosh me një person tjetër, me këtë dëshirosh ti, kur të dëshirosh ti, është pa datë. Urdhëro. E kohë të Millennium, kinemaja? Cineplex. Ku është ja? Cineplex është tek Tegu ose ti QTU-ja? Ose në tek, I got it. Ose në Teg ose në QTU. Një nga të dyja. Thank you. Edhe ne të falenderojmë shumë që ishe në Ishte kënaqësi e veçantë. Shpresoj të dashur spektator, shpresoj që nuk ju ka mërzitur, po vjen koha ka herë që njëru plaket edhe ka qef mi u mërzit me dashje. Unë jam gjithmonë i simpatiku, edhe kur nuk kam qef me nutu, po në rastin konkret, to ditë janë ditë shiut, do shpresoj që me datën 20 dhjetor të mos ketë mërshi, se po Mahamedja që do jemi në përmbytje sipër. Megjithatë shpresoj që herën tjetër nuk kam me u çakrujt kaq shumë me gjona që duhen. Ma mirë me të jemi shiqur që kemi me ato që themi, o kuku për ne. O kuku për ne. Shumë faleminderit Frederik, ishte shumë kënaqësi. Gëzuar festat. Krishtlindjen edhe vitin e ri 2026. Bofshi shef pra me pak fjalë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që na ndoqët miq të Kinotekës. Do të shihemi në episodin e ardhshëm në orën 17:00 si për herë këtu në Radio Sol 89 FM. Na gjeni në Instagram, në YouTube, në Spotify e ku na gjeni edhe rrugëve të Tiranës, siç unë e them shpesh. Ne ju përshëndesim. Shihemi. Mirupafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon.